Dredhit e shejtanit tek bijtë e Ademit. Allahu njoftoi për armikun e tij, Iblisin, shejtanin, kur e pyeti mbi refuzimin e sejdës së tij ndaj Ademit alayhis salam. Iblisi polemizoi se ishte më i mirë se Ademi alayhis salam dhe i kërkoi Allahut afatizim, gjë që u afatizua. Atëherë, ky armik i Allahut tha: "Betohem se për atë që më ke humbur, do t'ju vë pengesa atyre në rrugën tënde të drejtë, e do t'ju qasem atyre, edhe përpara, edhe nga mbrapa, edhe në të djathtë, edhe në të majtë, e ti do konstatosh se shumica prej tyre nuk janë falenderues." Shumica e komentuesve të Kuranit kanë sqaruar se përgjigjja e shejtanit ishte e tillë, për ta pasqyruar vendosmërinë e tij në komplotim kundër besimtarëve. Ibn Abasi radiallahu anhu tha: "Rruga e drejtë është feja e qartë e Allahut, Islami." Ibn Mesudi radiallahu anhu tha: "Ajo nënkupton librin e Allahut, Kuranin." Xhabir ibn Abdullahu radiallahu anhu tha: "Ajo është Islami." Mujahidi tha: "Ajo është e vërteta." Të gjitha këto janë shprehje të një kuptimi, pra për rrugën drejt Allahut. Transmetohet se i dërguari i Allahut alayhis salam kishte thënë: "Shejtani qëndron në pritje të bijve të Ademit, duke i shfrytzuar të gjitha mënyrat e tij devijuese." Transmetohet se Ibn Abasi radiallahu anhu kishte thënë për frazën: "E do t'ju qasem atyre edhe përpara", se shejtani i mallkuar do të përpiqet të ndikojë tek bijtë e Ademit alayhis salam në çështjet e tyre të kësaj bote. Transmeton Ali ibn Ebi Talha radiallahu anhu se ajeti i mësipërm nënkupton: "Do t'i bëj ata të kenë dyshime mbi botën tjetër." Kjo është në pajtim me transmetimet e Hasanit, i cili ju referua përpjekjeve të shejtanit për t'i bërë ata besimtarët ta mohojnë ringjalljen, xhennetin dhe xhehenemin. Mujahidi tha se fraza "e do t'ju qasem atyre edhe përpara" nënkupton: aty prej nga ata do të mund t'i shohin tundimet djallëzore. Ibn Abasi radiallahu anhu tha se fraza "edhe nga mbrapa" nënkupton: do t'i bëj ata të dëshirojnë fuqishëm botën e tyre të iluzionit. Hasan el Basriu tha mbi kuptimin e saj: do t'i influencoj ata në çështjet e kësaj bote, të cilat do t'ua hieshoj. Ebu Salih tha: do të thotë, do t'i bëj ata të mohojnë botën tjetër dhe do t'i distancoj prej saj. Ibn Abasi radiallahu anhu tutje tha se kjo nënkupton: do t'i bëj ata të dyshojnë për rëndësinë e fesë së tyre dhe veprave të mira. Hasan el Basriu tha mbi kuptimin e saj: do t'i bëj ata të largohen nga veprat e mira. Hasan el Basriu tha se fraza "edhe në të majtë" nënkupton: do t'i urdhëroj ata të bëjnë vepra të liga, të cilat do t'ua bëj tërheqëse para syve të tyre. Është transmetuar se Ibn Abasi radiallahu anhu kishte thënë: shejtani nuk tha nga lart tyre, mbi ta, sepse e dinte se Allahu është mbi ta. Esh-Shabiu tha: Allahu udhëron mëshirën e tij atyre nga lart. Katadeja tha: shejtani vjen tek ti, o biri i Ademit, nga të gjitha drejtimet, përveç se nga lart. Si i tillë, ai asnjëherë nuk mund të qëndrojë si pengesë në rrugën tënde për të arritur ti tek mëshira e Allahut. El Vahidi tha: disa njerëz thonë, e djathta qëndron për vepra të mira, ndërsa e majta për të këqija. Pasi arabët thonë: më rëndit në të djathtën tënde, por jo edhe në të majtën, e cila nënkupton: më bëj midis njerëzve të tu më të afërt, jo atyre të largët. Transmeton El Azari, ndërsa i citon dietarët e tjerë, se shejtani u betua mbi marrëdhënien e Allahut. Iblisi tha: pasha madhërinë tënde, unë do t'i mashtroj ata të gjithë, se do t'i mashtroj të gjithë, derisa ata të mohojnë gjithçka që u transmetua nga qytetrimet e mëparshme dhe nga çështjet e ringjalljes, se do t'i ngatërroj e utoj në veprimet e tyre të përditshme. Dietarët e tjerë si Ebu Isaku dhe
Zammasheri dhe fjala është ajo e Ebu Isakut, kanë thënë: të gjitha këto drejtime u përmendën për nënvizim më të madh. Domethënë, do t'ju vijë atyre nga të gjitha drejtimet. Mbase nënkupton se Allahu e di më së miri, do të sigurohem që ata të mashtrohen edhe keq udhëzohen nga të gjitha drejtimet. Zemahsheri tha, duke interpretuar ajetin: do t'u qasem atyre nga të katër drejtimet, prej nga u qaset zakonisht armiku. Kjo është një shembull i vezveseve të tij, shejtanit, dhe shtirjes së ndikimit të tij mbi ta. Allahu tha në një ajet tjetër kuranor, duke ju adresuar shejtanit, dhe bëri për vete me zërin tënd, këtë mundesh nga ata, dhe sulmon në ta me brit, me kalorsin dhe këmsorin tënde. Shekiku tha, çdo mëngjes shejtani qëndron në pritje kundër meje në 4 vende vëzhguese, nga përpara meje, nga mbrapa meje, nga e djathta ime dhe nga e majta ime, dhe thot: mos u frikso, sepse Allahu është falës, i gjithëmëshirshëm. Prandaj unë këndoj ajetin: me të vërtet unë jam falës, për atë që pendohet edhe beson e punon vepra të mira, e qëndron në rrugë të drejtë. Kur shejtani më qaset nga mbrapa, dëshiron të më shqetësoj për njerëzit që do t'i lë pasardhësit e mi. Prandaj unë këndoj ajetin: nuk ka asnjë gjallës në tokë që Allahu të mos ja ketë caktuar furnizimin. Kur shejtani më qaset nga e djathta ime, vjen për të më nxitur ndaj grave. Prandaj unë këndoj ajetin: e përfundimi i bukur do t'jetë për ata që i druajnë Allahut. Kur më vjen nga e majta ime, vjen për të më nxitur drejt të gjitha dëshirave e pshore. Prandaj unë këndoj ajetin: dhe ka ekzistuar distancë në mes tyre dhe asaj që dëshironin ata. Unë them, njeriu ndjek njërin nga 4 rrugët dhe asgjë tjetër. Ai ose merr rrugë në të djathtë, në të majt, para ose mbrapa. Në çdo rrugë gjen shejtani në pritje për të. Nëse robi i Allahut merr ndonjërin nga këto rrugë, ndërsa kryen urdhrat e Allahut, e gjen shejtanin duke hedhur pengesa kundër tij për ta ndalur nga bindja ndaj Allahut. Por nëse robi i Allahut ndjek ndonjërin nga ato rrugë për të bërë gjunahe, e gjen shejtanin duke e inkurajuar dhe duke i siguruar gjithë mbështetjen që i nevojitet. Ajeti i mëposhtëm mbështet komentet e dietarëve tanë të devotshëm, siç tha Allahu: ne u kemi pascaktuar atyre, mohuesve, shok të këqinj, të cilët u azbukuronin atyre, ato që janë para tyre dhe ato që janë pas tyre. El Kalbi tha mbi kuptimin e ajetit: ne i rrethojmë ata me shok nga djajt. Mukatili tha mbi kuptimin e ajetit: kemi përgatitur për ta shok nga djajt. Ibn Abasi radiallahu anhu tha: ajo që është para tyre janë gjërat kësaj bote, ndërsa ajo që është mbrapa tyre janë gjërat përjetshme të botës tjetër. Kuptimi është: ata djajt e bëjnë të dukshme këtë botë për ta mohuesit, derisa këta të fundit e preferuan atë mbi botën tjetër, madje i thirrën ata ta mohojnë atë për një herë. El Kalbi tha: ata djajt e bën të dukshëm për ta mohuesit atë që ishte para tyre nga çështjet e botës tjetër, se nuk ka xhennet, nuk ka xhehenem dhe as ringjallje, dhe atë që ishte mbrapa tyre nga çështjet e kësaj bote, devijimin e tyre në këtë botë. Ibn Zejdi tha: ata u a bën atyre të gjitha veprat e ligat të së kaluarës dhe ato që do të vinë pas në dukje të drejta. Domethënë shejtani bëri që ato të dukeshin atyre aq tërheqëse, sa kaq nuk u penduan për këtë edhe kur nuk synuan të hiqnin dorë nga veprat e këqija, të cilat ishin të gatshëm t'i kryenin. Kur shejtani, armiku i Allahut, tha: e do t'ju qasem atyre edhe përpara, edhe nga mbrapa, nënkuptoi këtë botë dhe botën tjetër. E kur tha: edhe në të djathtë, edhe në të majt, nënkuptoi se meleku i veprave të mira nga e djathta e nxit atë robin të bëj vetëm vepra të mira. Prandaj shejtani do t'i duhet t'i afrohet robit nga ajo anë për ta penguar nga to, ndërsa meleku i veprave të këqija nga e majta e ndalon atë nga veprat e mira. Prandaj shejtanit
do t'i duhet t'i afrohet robit nga ajo anë për ta inkurajuar në to. E gjithë kjo është përmbledhur nga ajetet vijuese kuranore. Pasha madhërinë tënde, unë do t'i mashtroj ata të gjithë. Dhe ata nuk thërrasin, adhurojnë tjetër përveç idhujt që kanë emra femëror, dhe nuk thërrasin tjetër përveç shejtanin, kryengritës, të cilin e ka mallkuar Allahu. Ai shejtani ka thënë: unë do e mos do të marr një pjesë të caktuar të robërve të tu në ndikimin tim, dhe unë do e mos do t'i shpija ata në rrugë pa rrugë, dhe me siguri do t'i josh me shpresa të kota, dhe me siguri do t'i urdhëroj që t'u prejnë veshët shtazve, e pastaj me siguri do t'i urdhëroj madje t'i ndërrojnë krijesat e Allahut. Kush merr shejtanin për mbrojtës e jo Allahun, ai ka bërë humbje të pakufishme. Ai shejtani u premton atyre dhe i josh me shpresa të kota. E ato që u apremton shejtani janë vetëm mashtrime. Dahaku tha mbi kuptimin e ajetit: një pjesë e supëzuar janë nga robërit e Allahut. Zexhaxhi tha mbi kuptimin e ajetit: një pjesë që kam caktuar për veten time. Fira tha mbi kuptimin e ajetit: njerëzit mbi të cilët ai shejtani ka autoritet, prandaj është si pjesa e supëzuar. Unë them, realiteti i supozimit është se ky është një vlerësim që nënkupton se kush e ndjek shejtanin dhe i bindet atij, bëhet nga pjesa e caktuar e udhëtarëve të shejtanit, të cilët do të bëhen pjesa e tij, sepse njerëzit janë të ndarë në dy pjesë: udhëtarët e shejtanit dhe udhëtarët e udhëzimit të Allahut. Do t'i shpija ata në rrugë pa rrugë, larg së vërtetës, dhe me siguri do t'i josh me shpresa të kota. Ibn Abasi radiallahu anhu tha: shejtani synon ta pengojë rrugën drejt pendimit. Kalbi tha mbi kuptimin e ajetit: shejtani do të ngjallë në ta dëshira të kota. Do më thënë se nuk ka xhennet, nuk ka xhehenem, nuk ka ringjallje. Zexhaxhi tha në kuptimin e ajetit: ai kombinoi devijimin e tyre me ngjalljen e dëshirave të kota në ta, se ata nuk kanë fat në botën tjetër. Ishte interpretuar gjithashtu si do të ngjallë në ta nxitjen për t'i ndjekur dëshirat mëkatare dhe risit në fe. Dhe është interpretuar si do të ngjallë në ta dëshirën për t'u kapur pas komoditetit edhe kënaqësisë së kësaj bote, derisa ata ta preferojnë atë mbi botën tjetër. Dhe me siguri do t'i urdhëroj që t'u prejnë veshët shtazve, t'u prejnë veshët bahiras. Dhe kjo është fjala e shumicës së komentuesve të Kuranit. Dietarët thanë se kjo ka të bëjë gjithashtu edhe me shpimin e veshit të fëmijës, ku disa prej tyre e kanë lejuar vetëm për femrat, duke e mbështetur opinionin e tyre në hadithin e Dherit radiallahu anhu, të transmetuar nga Aisha radiallahu anha. Ndërsa kjo e para po fliste për bashortin e saj, Dherin radiallahu anhu, ndër të tjera tha: im shoq më ka dhuruar shumë bijuterie dhe veshët më janë rënduar prej tyre. I dërguari Allahut a.s. i tha Aishës a.s. pasi ajo ja transmetoi hadithin e mësipër: unë jam për ty, siç Dheri është për Dherin. Imam Ahmed e miratoi këtë për një fëmijë femër, por jo edhe mashkull. E pastaj me siguri do t'i urdhëroj madje t'i ndërrojnë krijesat, natyrshmërinë e Allahut. Ibn Abasi radiallahu anhu tha: me këtë, shejtani nënkuptonte fenë e Allahut, dhe ky ishte opinioni i Ibrahimit, Mujahidit, Hasanit, Dahakut, Katades, Sudeit, Seid ibn el-Musaibit dhe Seid ibn Gjubejrit. Kjo do të thotë që Allahu i krijoi robërit e tij me një natyrshmëri të shëndosh, domethënë me Islam. Allahu i lartësuar thotë: drejtohu me përkushtim në fenë e drejtë, krijimtarinë e Allahut sipas të cilës ai i ka krijuar njerëzit. Nuk ka ndryshim në krijimtarinë e Allahut. Kjo është fe e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e din, duke ju drejtuar atij Allahut. Druajuni atij dhe falni namazin, e mos u bëni si ata që i bëjnë shok atij. I dërguari Allahut a.s. thoshte:
Asnjë fëmijë nuk lindet përveç se me fitre, islam, por pastaj janë prindërit, ata që e bëjnë atë çifut, të krishterë ose zjarrputist. Gjithashtu, kur kafsha lind të voglin e saj të formuar në mënyrë të përsosur, shihni vallë ndonjë pjesë të trupit të saj të prerë, pastaj këndoi: "I tillë është shembulli natyror i Allahut, me të cilin ai e krijoi njerëzimin." I dërguari Allahut alayhis salam i lidhi dy çështje: ndryshimin e fitrës, e cila bën që një fëmijë të bëhet ebre ose i krishterë, dhe ndryshimin e krijimtarisë së Allahut përmes prerjes. Këto dy gjëra janë ato që Iblisi, shejtani, tha se do t'i bënte. Kështu ai e ndryshoi fitrën e Allahut përmes politeizmit dhe ndryshoi formën e tyre të krijuar natyrisht, të caktuar nga Allahu. Dhe me siguri do t'i josh me shpresa të kota. Premtimet e shejtanit depërtojnë në zemrën e njeriu, ndërto janë: do t'jetoni aq gjatë, sa do t'i arrini të gjitha dëshirat në këtë botë. Do t'a gëzoni një status të lartë mbi popullin dhe armiqtë tuaj. Kështu shejtani josh shpresën e njeriu, duke i bërë premtime të rreme dhe duke i ngjallur dëshirat të kota e të ndryshme. Por ai vetëm premton gënjeshtra dhe ngjall dëshira të paarritshme. Uni dhe vetja e çoroditur, gjithnjëherë shehen me dëshira të rreme nga shejtani. Ato kënaqen se jetuari nga shpresa të rreme. Shejtani ju frikson juve me skamje e varfëri dhe ju urdhëron të bëni fahsha, gjunahe, si kopraci e tjerë, por Allahu ju premton falje gjunahesh dhe dhuntit e tij. Thuhet, shejtani ju urdhëron të bëni fahsha, do më thënë të jeni të këqij dhe koprac, siç nënvizohet në këtë ajet të caktuar. Mukatili dhe El Kulabi u cituan të kenë thënë: fjala fahsha në Kur'an nënkupton marrëdhëniet seksuale të paligjshme, përveç në këtë kontekst, kur i referohet kopracisë. Opinioni më i saktë është se fjala fahsha është në kuptimin e saj të përgjithshëm, pra i referohet çdo lloj të veprës së keqe. Ajo i referohet një vepre të pamenduar, prandaj atributi mbart kuptimin e përgjithshëm të fjalës. Prandaj themi se shejtani e urdhëron njeriu që të bëjë vepra të këqija dhe mes të tjerash edhe kopraci. Allahu ka përmendur në ajetin e mësipërm kërcënimin e shejtanit dhe urdhrat e tij. Ky armik i mallkuar e urdhëron birin e Ademit të bëjë vepra të liga dhe e kërcënon me pasoja të këqija nëse punon vepra të mira. Këto janë dy gjëra që shejtani i mallkuar ja kërkon njeriu. E paralajmëron që të mos bëjë vepra të mira, prandaj ai abstenon nga praktikimi i tyre dhe e urdhëron që të bëjë vepra të këqija, të cilat në dukje robit i duken të ndershme. Prandaj ai kënaqet lehtësisht në to. Pastaj Allahu e përmend premtimin e tij, që t'i bindemi atij, t'i pasojmë urdhrat e tij dhe t'i shmangin ndalesat e tij, dhe premtimi i tij është falja dhe bujaria e tij. Falja e tij është mbrojtje nga e keqja, ndërsa bujaria e tij është ofrimi i së mirës. Transmeton Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu se i dërguari i Allahut alayhis salam kishte thënë: shejtani ushtron ndikimin e tij mbi birin e Ademit, ashtu siç bën edhe meleku. Nga ndikimi i shejtanit është se ai mban premtimin e së keqes dhe mohon të vërtetën, ndërsa nga ndikimi i melekut është se ai mban premtimin e së mirës dhe pohon të vërtetën. Prandaj, ai që e percepton këtë premtimin e mirë, duhet ta lavdërojë e falenderojë Allahun, ndërsa ai që e gjen të kundërt me të, duhet të kërkojë mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Pastaj këndoi: shejtani ju frikson juve me skamje e varfëri dhe ju urdhëron të bëni fahsha, gjunahe, si kopraci e tjerë, por Allahu ju premton falje gjunahesh dhe dhuntit e tij. Meleku dhe shejtani kthehen me radhë nga zemra e njeriut, ashtu si alternimi i natës dhe i ditës. Dredhitë e shejtanit. Një nga dredhitë e shejtanit është cytja në çështjet e pastrimit ritual, abdesit dhe namazit. Ai arrin t'i mbajë robërit e Allahut larg nga ndjekja e sunnetit pejgamberit Muhammed alayhis salam, duke i bërë të besojnë se jo të gjitha mësimet synetore janë të mjaftueshme për të adhuruar Allahun e Madhërisëm siç duhet. Kështu ata përpiqen të shpikin metoda të tjera.
duke shpresuar ta maksimizojnë shpërblimin nga Allahu, ndërsa në të vërtetë vetëm se e minimizojnë atë ose madje e anullojnë krejtësisht. Nuk ka dyshim se shejtani ai që i thërret njerëzit në ndjekje të mendimeve dhe tundimeve të liga. Janë njerëzit e këqinj ata që i binden shejtanit, e përqafojnë thirrjen e tij dhe e ndjekin urdhrin e tij. Të tillët e braktisin sunetin e dërguarit Allahut alayhis salam deri në masën sa mendonin që edhe nëse marrin abdes sipas rrugës së pejgamberit Muhammed alayhis salam dhe lahen siç lahej ai, prap nuk do të ishin në gjendje të laheshin siç duhet. I dërguari Allahut alayhis salam merrte abdes me më pak se 1 litër ujë dhe lahej me 4 litra ujë. Një njeri në ndikimin e frymëzimit të shejtanit do ta gjente këtë mas jo dhe aq të mjaftueshme, madje vetëm për larjen e duarve. Është transmetuar në mënyrë autentike që i dërguari Allahut alayhis salam kryente hapat e abdesit një nga një, edhe nuk te kalonte në larje mbi 3 herë për një hap të caktuar. Ai madje tha: kush e te kalon këtë, ka bërë shkelje dhe ka vepruar padrejtësisht. Njeriu në ndikimin e vezveseve është shkelës, siç dëshmohet nga veti dërguari i Allahut alayhis salam. Prandaj, si mund t'i afrohemi Allahut të lartësuar me vepra që shkojnë përtej kufive të tij? Është transmetuar gjithashtu se i dërguari Allahut alayhis salam lahej së bashku me Aishen radiallahu anha nga një enë e vetme. Sikur një njeri në ndikimin e shejtanit të dëgjonte se dikush e vepron të njëjtën gjë, do ta kundërshtonte ashpër duke thënë: kjo nuk mjafton për 2 persona. I dërguari Allahut alayhis salam lahej duke përdorur një enë, jo vetëm me Aishen radiallahu anha, por edhe në raste të tjera me bashortet e tjera të tij, si me Meimunën dhe Selemen radiallahu anha. Ibn Omeri radiallahu anhu citohet të ketë thënë: gjatë jetës së të dërguarit Allahut alayhis salam, bashortët laheshin së bashku me të, duke përdorur një enë të vetme. Udhëzimi i pejgamberit alayhis salam lejon larjen nga një enë, edhe nëse nuk është e mbushur plot me ujë. Kushdo që nuk lahet, përveç nëse ena është e mbushur plot me ujë edhe nuk e ndan atë me partnerin, ka shkelur sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ibn Taymije ka thënë: nevojitet shumë forcë për t'i qortuar njerëzit e tillë, të cilët shkojnë përtej ligjit hynor, sepse ata e adhurojnë Allahun sipas risive të tyre, e jo duke pasuar sunetin e dërguarit të tij alayhis salam. Suneti autentik konfirmon se i dërguari alayhis salam dhe shokët e tij nuk e shpërdoronin ujin asesi. Njëjtë vepronin edhe tabinët. Seidi ibn el-Musayyeb radiallahu anhu tregon: merrja abdes nga një enë vetme dhe lija ca për bashorten time. Imam Ahmedi thoshte: i mençuri duhet të përdor vetëm një sasi të vogël uji. Kur i dërguari Allahut alayhis salam merrte abdes ose lahej, e fuste dorën brenda enës për të marrë ujë, pastaj i shplante gojën dhe hundën. Njeriu në ndikimin e përshpëritjeve të shejtanit nuk pajtohet me këtë asesi. Ai mbase do ta konsideronte atë ujë të papastër, edhe nuk do ta ndante të njëjtën enë me bashorten e tij. Do të ndjente neveri vetëm po ta mendonte këtë, ashtu siç ndihet jo besimtari kur përmendet emri i Allahut. Njerëzit në ndikimin e përshpëritjeve të shejtanit mbase thonë: ne i zbatojmë këto masa paraprake për hatër të fesë sonë, në përputhje me fjalët e të dërguarit Allahut alayhis salam. Braktisni që ngjall dyshim për që nuk ju ngjall dyshim. Kush shpëton nga gjërat e dyshimta ka shpëtuar fenë dhe nderin e tij. Disa dietar kanë thënë: gjunahu e lë zemrën në utime dhe angë. Kur i dërguari Allahut alayhis salam kaloi pranë një hurmeje të rënë në rrugë, tha: po të mos druaja se është nga sadakaja, do ta haja. A nuk abstenoi i dërguari Allahut alayhis salam nga ngrënia e hurmës si mas paraprake? Më thoni, Imam Maliku lëshoi një fetva, opinion juridik për një burr i cili e kishte shkurorzuar bashorten e tij dhe kishte dyshime nëse ishte shqiptimi i parë ose i tretë i shkurorzimit. Ai duhet konsiderohej si shqiptimi i tretë i shkurorzimit, si mas paraprake për të parandaluar çdo marrëdhënie seksuale të palishme.
midis tij dhe gruas së tij të shkurorzuar. Ai gjithashtu lëshoi një fetva për një burr, i cili e kishte shkurorzuar njërin prej bashkëshorteve të tij dhe kishte harruar se cilën e kishte shkurorzuar, dhe përrjedhoi të gjitha bashkëshortet e tij automatikisht duhet të ndaheshin prej tij si mas paraprake kundër harresës së tij, një mas parandaluese kundër dyshimit. Nëse një burr i thot bashkëshortes së tij, në fund të vitit do të shkurorzohesh plotësisht 3 herë, atëherë ajo duhet të ndahet prej tij. Atëherë do më thënë në kohën e fjalës së tij, pasi kjo është një mas paraprake. Dietarët kanë thënë gjithashtu në kontekst të masave paraprake se kushdo që humbet njollën e papastërtisë në rrobën e tij, duhet ta lajë të tërë rrobën. Dietarët kanë thënë se nëse një njeri ka të veshura rroba të pastra dhe njëra prej tyre i është ndotur, megjithatë ai dyshon se cila ishte, atëherë mund të falë namaz duke veshur një rrobë mbi të papastrën, në varësi të numrit të njollave të pastra, dhe të falë një namaz shtesë për siguri, për ta lehtësuar ndërgjegjen e tij. Dietarët thanë që nëse enët e pastra përzihen dhe ngatërohen me ato të papastra, duhet i shmangni të gjitha, dhe në vend të kësaj, të bëni tejmum. Gjithashtu nëse dikush hutohet lidhur me drejtimin e kibles, atëherë ai duhet ta falë përsëri namazin, sipas disa dietarëve, për ta lehtësuar ndërgjegjen e tij me siguri. Ata kanë thënë, ai që nuk e ka falur një namaz të caktuar brenda një dite dhe ka harruar për të, duhet i falë përsëri të 5 namazet e asaj dite. I dërguari Allahut alayhis salam ka urdhëruar që kush ka dyshime në namazin e tij, duhet të marrë vendime bazuar në siguri, domethënë duke vepruar sipas sigurisë së tij. Ai i ndaloi muslimanët të hanë gjahun, nëse nuk janë të sigurt që prerja ishte goditur nga ta ose nga dikush tjetër. Këto janë disa shembuj në temën e gjatë të dyshimit dhe masave paraprake. Masat paraprake dhe veprimi sipas sigurisë nuk refuzohen në Islam, edhe nëse disa njerëz dëshirojnë ta quajnë atë vezves. Nëse marrim masa paraprake për veten tonë dhe veprojmë vetëm sipas sigurisë sonë, duke braktisur atë që na bën të dyshojmë, duke ju kthyer asaj që na bën të dyshojmë edhe duke shmangur gjëra dyshuese, sigurisht që nuk do të ishim jashtë mësimeve të sheriatit e as do të jepeshim pas botës së bidateve, inovacionit. Kjo është më mirë se sa bëjnë ata që i marrin gjërat për të qëna, duke vepruar pa kujdes mbi fenë e tij, duke mos i kushtuar vëmendje sasisë së ujit që përdor për abdes, vend faljes së namazit ose pastërtisë së rrobave. Ata thonë, gjithçka ata kundërshtojnë tek ne janë masat paraprake që ne i ndërmarrim gjatë kryerjes së një obligimi ose shmangjes së një ndalese. Kjo është më mirë se sa të veprohet pa kujdes në lidhje me të dyja, sepse kjo shpesh çon në mangësi në obligime dhe përfshirje në gjëra të ndaluara. Allahu i lartësuar thotë: ju, me të vërtet, pejgamberin e Allahut e keni shembull të mrekullueshëm, për ata që i druhen Allahut edhe ditës së Kiametit, dhe i cili e përmend shumë Allahun. Thuaju, o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, e jani pas meje. Atëherë Allahu do t'ju dojë juve. Shkoni pas tij për të qenë në rrugën e drejtë. Dhe ja, kjo është rruga ime e drejtë. Prandaj ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin ato nga rruga e tij. Rruga e drejtë që Allahu na urdhëron ta ndjekim është ajo e të dërguarit të tij alayhis salam, e cila u ndoq nga shokët e tij. Megjithatë, çdo gjë që devijohet nga ajo rrugë përbën shkelje. Sidoqoftë shkelja mund të jetë serioze ose më pak serioze, dhe midis të dyjave ka nivele të shkeljes që mund të maten vetëm nga Allahu. Prandaj shkalla për ta identifikuar drejtësinë nga shkelja është sunneti i dërguarit Allahut alayhis salam dhe shokëve të tij. Shkelci mund të jetë i padrejtë, shtypës, muxhdehid ose nuk ka lid, njëri që pason një muxhdehid. Midis këtyre ka syresh që ose meritojnë dënim ose falje. Megjithatë, disa madje mund të shpërblehen ndonjëherë në bazë të qëllimeve dhe përpjekjeve të tyre në adhurimin e Allahut. Udhëzimi të dërguarit Allahut alayhis salam, siç praktikohej nga shokët e tij, tregon se cilët nga këto dy rrugë janë më të mirat për t'u ndjekur.
Duhet ditur për ndalimin e tejkalimit të kufive dhe teprimit në islam, siç duhet ditur që mburrja dhe respektimi i sunetit janë objektivat kryesor të fesë. Allahu i lartësuar thot: O udhëtarët e librit, mos e kaloni kufirin në besimin tuaj, por mos e teproni. Këto janë dispozitat kufijnë të Allahut, andaj mos i rënoni ato, por mos te kaloni kufirin, se Allahu nuk i do ata që e kalojnë kufirin. Lutjuni Zotit tuaj për ulshëm edhe ngadalë. Ai me të vërtet nuk i do ata që e kalojnë kufirin. Ibn Abasi radiallahu anhu tha: në mëngjesin e Akabes, i dërguari Allahut alayhis salam më tha, ndërsa po hipte mbi deven e tij: mi sill ca gur, jam blodha 7 syresh. Atëherë i dërguari alayhis salam nisi t'i shkund në duart e tij dhe tha: ata që i tekalojnë kufit e Allahut duhet t'i synoni. Pastaj shtoi: o ju njerëz, kini kujdes nga teprimi në fe, sepse popujt para jush u shkatruan pikërisht për këtë. Transmeton Enesi radiallahu anhu se i dërguari Allahut alayhis salam kishte thënë: mos impononi masa shtrënguese ndaj vetvetes, që masat shtrënguese të imponohen mbi ju, sepse ata që kanë imponuar shtrëngime ndaj vetes së tyre, qenë nënshtruar ndaj shtrëngimeve të imponuara nga Allahu mbi ta. Të mbijetuarit e tyre gjenden në qelije dhe manastire. Pastaj shtoi: murgjërinë e shpikën ata, ne nuk ua përcaktuam. I dërguari Allahut alayhis salam ndaloi shtrëngimin ose ashpërsinë në fe, pra tejkalimin e asaj që është përshkruar në islam. Ai gjithashtu njoftoi se masa shtrënguese e robit ndaj vetes së tij është shkak i shtrëngimit të Allahut ndaj tij, qoftë në kader, caktimin hynor, ose në sheriat, legjislacioni islam. Masat shtrënguese nga sheriati pasqyrohen kur robi imponon ashpërsi ndaj vetes së tij përmes një zotimi të rënd, të cilit i përkushtohet vetë. Masat shtrënguese nga kaderi pasqyrohen kur robi është në ndikimin e përshpëritjeve të shejtanit. Buhariu tha: të mençurit nuk e pëlqejnë teprimin në abdes dhe tejkalimin e praktikës së të dërguarit Allahut alayhis salam. Ibn Omeri radiallahu anhu tha: marrja e abdesit siç duhet është pastërti. Prandaj fikhu me të gjitha aspektet e tij është ekonomi në fe dhe respektimi i sunnetit. Ubej ibn Kabi radiallahu anhu thoshte: ndiqni rrugën edhe sunnetin e të dërguarit Allahut alayhis salam, pasi çdo rob i Allahut që ndjek rrugën edhe sunnetin profetik e kujton Allahun e Madhërisëm dhe trupi i tij dridhet nga frika prej tij. Gjunahet i bien ashtu si gjethet bien nga pema, e tha. Ekonomizimi në një rrugë ose sunnet të pejgamberit Muhammed alayhis salam është më i mirë se sa interpretimi individual mbi një mospajtim të caktuar në sunnet. Pra, sigurohuni që ekonomia juaj në aktivitetet tuaja të jetë sipas praktikës së të dërguarit Allahut alayhis salam. Ebu Muhammed el-Magdisi tha në librin e tij Dham el-Muvazvisin: të gjitha falenderimet i takojnë Allahut, i cili na udhëzoi me bekimet e tij dhe na nderoi me Muhamedin alayhis salam edhe porosinë e tij. Ai na ndihmoi ta pasojmë sunnetin e dërguarit të tij alayhis salam dhe bëri një shenjë nga ku na dhuron dashurinë dhe bekimet e tij. Allahu i lartësuar tha: thuaj o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, e jani pas meje, atëherë Allahu do t'ju dojë juve dhe do t'ju afal gjunahet, se Allahu fal dhe është mëshirues. E mëshira ime përfshin çdo gjë. U jap atyre që ruhen nga gjunahet dhe japin zakatin, dhe atyre që u besojnë në argumentave tona. Atyre që ndjekin rrugën e pejgamberit, lajmtarit të fesë, i cili nuk di shkrim dhe lexim, Muhamedi. Prandaj besoni në Allah dhe në të dërguarin e tij, lajmtarin e fesë, i cili nuk di shkrim e lexim, i cili beson në Allah dhe fjalët e tij. Shkoni pas tij për të qenë në rrugën e drejtë. Me të vërtetë, Allahu e ka bërë shejtanin armik të njeriut. Ai qëndron në pritje ndaj tij në rrugën e drejtë dhe i vjen nga çdo drejtim e rrugë, siç na njofton Allahu i lartësuar. Betohem se për atë që më ke humbur, do t'ju vë pengesa atyre në rrugën tënde të drejtë. E do t'ju qasem atyre edhe përpara edhe nga mbrapa, edhe në të djathtë edhe në të majtë.
e ti do të konstatosh se shumica prej tyre nuk janë falendërues. Allahu na paralajmëroi nga ndjekja e tij, shejtanit, dhe na urdhëroi që të jemi armiqe dhe kundërshtar të tij. Ai tha: "Me të vërtetë shejtani është armik për ju. Andaj merreni atë për armik. O bijtë e Ademit, le të mos u mashtroj kurrë se si shejtani, ashtu siç i nxori prindërit tuaj nga xheneti." Allahu na njoftoi se çu bëri shejtani prindërve tan, Ademit edhe Havas, për të na paralajmëruar kundër bindjes ndaj tij dhe zhvlerësimit të çdo justifikimi. Nëse zgjedhim, ta ndjekim atë. I lartësuari na urdhëroi ta ndjekim rrugën e tij të drejtë dhe na ndaloi nga marrja e rrugëve të tjera. Ai tha: "Dhe që kjo është rruga ime e drejtë. Prandaj ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin ato nga rruga e tij." Rruga e drejtë e Allahut është ajo e ndjekur nga i dërguari i tij alayhis salam dhe sahabët. Ai tha: "Yasin, pasha Kur'anin plot dijeni, me të vërtetë ti o Muhammed je pejgamber në rrugën e drejtë. Me të vërtetë ti je në rrugën e drejtë. Ti o Muhammed me të vërtetë udhëzon rrugën e drejtë." Pra, kush ndjek rrugën e të dërguarit Allahut alayhis salam është në rrugën e drejtë dhe është ndër ata që Allahu i do dhe u afal gjunahet. Kush devijon nga veprimet edhe fjalët e dërguarit Allahut alayhis salam është ndjekës i rrugës së shejtanit dhe asesi në mesin e atyre që Allahu i madhërisëm u ka premtuar shpërblime dhe mëshirë. Njerëzit të cilët janë në ndikimin e përshpëritjeve të shejtanit ka të ngjartu binden urdhrave të tij dhe ta refuzojnë sunetin e dërguarit Allahut alayhis salam dhe shokëve të tij. Bindja e verbër ndaj shejtanit bën që disa prej tyre të besojnë se nëse marrin abdes dhe falin namaz sipas rrugës së të dërguarit Allahut alayhis salam, abdesi dhe namazi i tyre do të ishin të pavlefshme. Ata gjithashtu besojnë se ushqyerja e fëmijëve sipas rrugës së të dërguarit Allahut alayhis salam dhe ngrënia së bashku me ta në grup nga e njëjta pjatë do ta ndotnin vaktin duke e bërë atë të papastër. Kontrolli i shejtanit mbi njerëz të tillë ka bërë që ata t'i binden verbërisht atij. Është e ngjashme me shkollën e sufistëve, të cilët i mohojnë faktet e krijimit dhe gjërat që janë të perceptueshme përmes shisave. Ata madje e mohojnë dijen e njeriut për veten e tij në çështjet e sigurisë dhe domosdoshmërisë. Njerëzit e tillë lahen, këndojnë me gjuhët e tyre, dëgjojnë me veshët e tyre, por ende kanë dyshime për veprimet e tyre. Shejtani i bën ata të dyshojnë në synimet e tyre, të cilat me siguri i din thellë në zemrat e tyre. Ata i pranojnë përshpëritjet e shejtanit, se nuk e kanë bërë niyetin për namaz, për shembull, dhe prandaj argumentoi kundër sigurisë së tyre. Është gjithçka egzagerim në bindjen e tyre ndaj shejtanit dhe pranimin e vezveseve. Prandaj kush e arrin këtë nivel të bindjes ndaj shejtanit, ka arritur bindje të plotë ndaj tij. Njeriu në ncytjet e shejtanit pranon fjalët e këtij të fundit, duke dëmtuar kështu veten e tij, ndonjëherë duke u zhytur në ujë të ftohtë ose duke hapur syt nën ujë të ftohtë, duke i larë ata derisa t'i dhëmbin. Ebu el Ferej ibn el Gjevzi transmetoi nga Ebu el Favva ibn Ukejli se një njeri i kishte thënë: "Unë zhytem në ujë shumë herë, por prap kam dyshime nëse jam larë siç duhet ose jo. Prandaj ç'më këshillon? Shko, sepse detyrimi i namazit është hequr nga ti." Kishte marrë përgjigjen: "Pse thua kështu?" pyeti. Ebu el Favva i kishte thënë: "Sepse i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: janë 3 njerëz, veprimet e të cilëve nuk regjistrohen fare, i çmenduri derisa të rikthehet në vetdije, i përgjumuri derisa të zgjohet dhe fëmia derisa të arrijë adoleshencën. Dhe kushdo që zhytet në ujë shumë herë, megjithatë, prap ka dyshim nëse është larë ose jo, është i çmendur." Ibn Kudame shtoi: "Shejtani i pushton mendjet e njerëzve të tillë derisa ata ta humbasin kohën e faljes së namazit me xhamat, ose i mban të zënë me artikulimin e niyetit, qëllimit, derisa ta humbasin kohën e tekbirit të parë, ose edhe ta humbasin një rekat të tërë, ose edhe më shumë." Më është transmetuar se një njeri
i cili ishte në ndikimin e fortë të cytjeve të shejtanit, ishte jashtëzakonisht i fiksuar dhe i shqetësuar në artikulimin e niyetit para faljes së cilit do namaz. Dhe ndërkohë nisi ti përsëriste shpesh shpreje, e bëj një jetë për ta falë dhe filan namaz nga do shkonte. Vërtet, shejtani ka arritur t'i mundojë disa njerëz në këtë botë para se ata të arrijnë në botën tjetër. I ka larguar nga ndjekja e sunetit pejgamberit Muhammed a.s., ku ata janë bërë njerëz të praktikave ekstreme dhe të tepërta në fe, ndërsa mendojnë se po bëjnë mirë. Kush dëshiron t'ja mbath nga kjo sprov duhet të besojë, me siguri se e vërteta është në ndjekjen e sunetit Muhammed a.s., pra në fjalët dhe veprimet e tij. Robi duhet sigurohet se është në rrugën e drejtë dhe se çdo rrugë tjetër është vetë se joshje nga shejtani në formën e përshpëritjeve të tij djallëzore. Ai duhet ta di me siguri se shejtani i mallkuar është armiku i tij i qartë, i cili vetëm josh drejt veprave të liga, siç thot Allahu. Ai vetëm i thërret hidhtarët e vet që të bëhen shok të zjarrit. Robi i Allahut duhet të heqë dorë nga çdo gjë që kundërshton sunetin e të dërguarit Allahut a.s. dhe të mos ketë fare dyshime nëse Muhamedi a.s. ishte me siguri në rrugën e drejtë ose jo. Kush ka këtë dyshim, vërtet është bërë jo musliman dhe jo besimtar. Robi duhet meditojë mbi sjelljen e sahabëve dhe tabinëve, pasuesve që erdhën pas sahabëve, të cilët e ndoqën të dërguarin e Allahut a.s. në sunetin e tij edhe ti imitoi ata, pasi njëri prej tyre kishte thënë. Zein el Abidin i tha një herë të birit: "O bir, më jep ca rroba që ti vesh kur ti jem përgjigjur thirrjes së natyrës, sepse kam parë miza të ulen në ndyrësi, pastaj ti prekin në rrobat e mia." Atëherë, i biri përcolli se as i dërguari i Allahut a.s. dhe as shokët e tij nuk kishin veshur më shumë se 2 copa rrobash dhe ai e anulloi kërkesën e tij. Sa herë që Omer ibn Atabi radiallahu anhu vendoste të bënte diçka, pastaj i thuaj se i dërguari i Allahut a.s. asnjëherë se kishte bërë një gjë të tillë, ai e braktiste iden. Robi i Allahut duhet ta di se asnjëri prej sahabëve nuk ishte në ndikimin e vezveseve, sepse sikur kjo e fundit, vezvesi, të ishte virtyt, Allahu nuk do ta linte të fshetë atë nga i dërguari i tij a.s. dhe sahabët, të cilët ishin krijesat më të mira të Allahut. Niyeti është qëllimi dhe vullneti për ta bërë një vepër. Vendi i tij është në zemër, pasi ai nuk ka lidhje fare me gjuhën. Prandaj është transmetuar se i dërguari Allahut a.s. dhe sahabët e tij bënin niyetin në çdo rrethan. Shprehjet e shpikura të artikuluara në fillim të abdesit edhe namazit janë bërë objekti i mospajtimeve ndërmjet njerëzve në ndikimin e shejtanit. Ky i fundit gjithmonë u rikujton atyre që t'i shprehin ato siç duhet. Prandaj gjem njerëz duke i përsëritur me vështirësi fjalët e niyetit, ndërsa kjo nuk është fare pjesë e abdesit apo namazit. Përkundrazi, niyeti është qëllimi në zemër për ta bërë një veprim. Kush ulet për të marrë abdes, në të vërtetë ka bërë niyetin për abdes, dhe kush ngrihet për të falur namaz, në të vërtetë ka bërë niyetin për namaz. Prandaj niyeti bëhet automatikisht për çdo vepër të synuar. Nuk ka nevojë për përpjekje. E nëse dikush përpiqet të lirohet nga niyeti për veprat caktuara, nuk do të mund ta bëjë këtë. Sikur Allahu i lartësuar t'i kishte urdhëruar robërit e tij që të marrin abdes dhe të falin namaz pa niyet, do t'i kishte ngarkuar mbi aftësinë e tyre. Nëse dikush ka dyshime për mungesë të niyetit për të bërë diçka, kjo mund të shihet si shenjë papërgjegjësisë dhe marrëzisë, sepse dija e një njeriu për veten e tij konsiderohet çështje normale. Pra si mund një njeri shëndosh të ketë dyshime për veprimet e tij? Nëse një njeri ngrihet për ta falur namazin e drekës për shembull, pas imamit, si mund të ketë ai dyshime për kryerjen e një vepre të tillë? Nëse dikush do t'i kërkonte atij ndonjë gjë tjetër, ai me siguri do t'i përgjigjej: "Jam i zënë, jam gati ta fal namazin e drekës." Më e mahnitshme, të gjithë njerëzit përreth tij me siguri do ta dinin se cili ishte qëllimi i tij nga rrethana në fjalë. Nëse një njeri do të shihej i ulur në saf mes njerëzish të mbledhur në kohën e namazit, me siguri të gjithë do ta dinin që edhe ai po e priste faljen e namazit.
E si kur ta shihnin duke qëndruar në këmbë në kohën e thirrjes së ikametit. Siç edhe të tjerët përreth tij që ngritur, do ta dinin se ai u ngrit për t'u falur. Nëse ai do teste para tyre, të pranishmit do ta dinin se ai ishte imami i tyre për atë namaz. Prandaj, nëse të tjerët e njohin jetën e tij të brendshëm për gjendjen e tij të jashtme, si mund ai ta mohojë atë për veten e tij? Pranimi i tij nga cytjet e shejtanit, se ai asnjëherë nuk e bën jetën para ndonjë veprimi, është një veprim i cytjeve të shejtanit, mohimit të fakteve të vërteta, devijimit nga libri i Allahut dhe suneti të dërguarit të tij alayhis salam dhe nga rruga e shokëve të tij. Është e çuditshme se si robi i Allahut mund të ketë dyshime për një jetin kur është gati ta fillojë namazin ndërsa imami është në pozitën e rukus. Sikur të druante se do ta humbiste një rekat, ai me siguri do ta artikulonte shpejt tekbirin dhe do t'i bashkohej imamit në atë pozitë. Nëse një njeri nuk e artikulon një jetin gjatë pozicionit në këmbë, kur mendja e tij është e lirë, si mund ta artikulojë atë herë brenda një kohe të shkurtër kur mendja e tij është e zënë duke menduar për moshuqjen e rekatit? Që është e mundur që i dërguari i Allahut alayhis salam edhe të gjithë shokët dhe ndjekësit e tij asnjëherë nuk i kushtuan vëmendjen një jetit me gojë. Si u vure kjo vetëm nga ai, mendja e të cilit është në ndikimin e shejtanit? A beson njeriu i tillë me paditurinë e tij se shejtani është këshilltar i mirë? A nuk e di ai që shejtani asnjëherë nuk thërret e as çon në ndonjë gjë të mirë? Çfarë do thoshte i tilli për namazin e të dërguarit Allahut alayhis salam edhe të gjithë muslimanëve që nuk vepruan e zveprojnë dot si ai, se është jo i plot? Sikur ky njeri të thoshte, kjo është një sëmundje nga e cila vuaj, do t'i thonim, po, edhe arsyeja për këtë është pranimi i cytjeve të shejtanit nga ti, dhe Allahu nuk fal një devijim të tillë nga sunneti. A nuk meditoni se si Ademi dhe Havaja pranuan cytjet e shejtanit vetëm një herë dhe u dëbuan nga xheneti, por që u falën përfundimisht pasi ishin rregullisht afër faljes, me që nuk kishte askush para tyre që të vepronte si shembull për t'u ndjekur nga ta? Ndërsa ne kemi dëgjuar për shejtanin, dhe Allahu i lartësuar na ka paralajmëruar kundër sprovave dhe tundimeve të tij, Allahu na ka treguar për armiqsinë e shejtanit edhe rrugën e drejtë që duhet ndjekur. Prandaj nuk kemi asnjë justifikim për të devijuar nga sunneti i dërguarit Allahut alayhis salam. Ibn Taymije ka thënë: ka nga njerëzit e tillë që vinë me 10 risi, të cilat asnjëherë nuk janë praktikuar nga i dërguari Allahut alayhis salam e as nga ndonjëri prej shokëve të tij. Ata thonë për shembull: Eudhu billahi minash shejtanir rajim. Kërkoj strehim tek Allahu nga shejtani i mallkuar. E bëj një jetë faljen e namazit të drekës në kohën e dur, duke përmbushur urdhrin e Allahut. Namazin 4 rekatësh u ktheva ka kibla. Pastaj tum trupin edhe ul kokën dhe bërtet Allahu Ekber, sikur po i thot tekbir armikut. Një nga aspektet e vezveses, e cila e korrupton namazin, është përsëritja e një shkronje caktuar në një fjalë caktuar, sikur shqipton tekbir, dhe në ettehiyat, ettahi, dhe në ettehiya, ettahi, tehi. Këto aspekte të dukshme mund të jenë faktor për zhvlerësimin e namazit. E nëse robi i Allahut është imam që u prind të tjerëve, mbase mund të shfuqizojë edhe namazin e tyre. Në këtë rast namazi, i cili është akti më i madh i adhurimit, mund ta distancojë të tillin nga Allahu më shumë se sa distancon një gjuna i madh. Çdo aspekt tjetër që nuk çon në korruptimin e tërësishëm të namazit, konsiderohet mekruh, i papëlqyeshëm edhe i qortueshëm, sepse është devijim nga sunneti i dërguarit Allahut alayhis salam. Një njeri i tillë në ndikimin e vezveses ekstreme mund ta ngrejë zërin dhe t'i tërheqë të tjerët të flasin keq për të. Prandaj ai grumbullon mbi veten e tij të gjitha veprimet e gabuara, bindjen ndaj shejtanit, dallimin nga sunneti, praktikimin e bidateve, risive në adhurim, torturimin e vetes së tij, shpërdorimin e kohës, angazhimin me atë që minimizon shpërblimin nga Allahu dhe humbjen e asaj që është e dobishme, ekspozimin ndaj shpifjeve
dhe tundimet e ignorantëve për ta ndjekur, duke thënë se nëse një gjë e tillë nuk do të ishte e dobishme, ai vetë nuk do ta kishte praktikuar atë, sikur sunetit të ishte jo i plot. Ebu Hamid El Ghazaliu dhe të tjerët kanë thënë, shkaku i vezveses është ose ignorimi i sheriatit, islamit, ose marrëzia, dhe të dyja janë defektet madhore. Muslimi transmeton në Sahihun e tij nën autoritetin e Uthman ibn El Asit, i cili kishte thënë: I thash, o i dërguari i Allahut, shejtani ndërhyn midis meje dhe namazit tim dhe më ngatëron. I dërguari alayhis salam ma ktheu: Kjo është nga shejtani, i cili njihet si Inzag. Kur ta kuptosh ndikimin e tij, kërko strehim tek Allahu dhe përshty 3 herë në të maj. E bëra këtë dhe Allahu ma largoi shejtanin. Përdorimi i tepërt i ujit gjatë abdesit dhe larjes. Transmeton Ahmedi në musnedin e tij, në autoritetin Abdullah ibn Amrit, se kur i dërguari i Allahut alayhis salam kaloi pranë Sadit, ndërsa ai po lahej, i tha: Mos i shpërdorues. Sadi e pyeti nga Abia: Ja Resulullah, thua se ka shpërdorim edhe në ujë? Po, ja ktheu ai. Madje edhe po të merrni abdes pra një lumi që rrjedh, mos e shpërdoroni ujin. Transmeton Ubej ibn Kabi radiallahu anhu, se i dërguari i Allahut alayhis salam i kishte thënë: Ekziston një shejtan për abdes i quajtur El Valhan, prandaj keni kujdes nga nxitjet e këqija për shpërdorim të ujit. Një ditë prej ditësh, një arab i shkretëtirës vajti tek i dërguari i Allahut alayhis salam dhe pyeti për abdesin. I dërguari alayhis salam ja demonstroi duke larë se cilën pjesë të trupit të tij 3 herë, edhe pastaj i tha: Kjo është rruga e abdesit, edhe kush bën më shumë se kaq ka gabuar, ka shkelur kufirin dhe i ka bërë pa drejt vetes së tij. Është transmetuar në autoritetin e Selim ibn Ebu El Gjadit nga Xhabir ibn Abdullahu radiallahu anhu, i cili kishte thënë: Një mud mjafton për abdes, ndërsa një sa mjafton për gusël. Kjo nuk më mjafton mua, kishte reaguar një i pranishëm. Kjo e kishte zemruar fort Xhabirin radiallahu anhu, i cili ja kishte kthyer: Kjo mjaftonte për dikë që ishte më i mirë se sa ti edhe me flokë më të gjata se tuat. Muhamed ibn Ajlani thoshte: Njoja e dur e fesë Allahut nënkupton dijen se si të marrësh abdes në mënyrën e duhur, duke përdorur pak ujë. Abdullah ibn Mugafal thoshte: E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut alayhis salam të thotë: Në këtë bashkësi do të ketë njerëz që do t'i tejkalojnë kufi, si në pastrim, ashtu edhe në namaz. Prandaj nëse e krahasoni këtë hadith me fjalët e Allahut në këtë ajet, vërtet Allahu nuk i do ata që bëjnë padrejtësi. Do ta kuptoni që Allahu dëshiron t'i shohë robërit e tij duke adhuruar atë, siç do ta kuptoni që abdesi i robit në ndikimin e vezveseve nuk është vepër e pranuar e adhurimit nga Allahu. Aspekti çoroditës i vezveses është se ajo e pushton njeriu në ndikimin e tij, që të përdorë më shumë ujë se sa duhet, veçanërisht nëse është pronë të tjerëve, si në vendet publike për shembull. Mos respektimi i çdo vezveseje mbi shfuqizimin e abdesit. Transmeton Ebu Hurejre radiallahu anhu se i dërguari i Allahut alayhis salam kishte thënë: Nëse ndonjëri prej jush ka dhimbje barku dhe ka dyshime nëse ka lëshuar gazra ose jo, mos të largohet nga xhamia për ta ripërtërir abdesin, nëse nuk ka dëgjuar ndonjë zë ose nuk ka nuhatur ndonjëherë. Abdullah ibn Zeidi radiallahu anhu tha: Ju transmetua të dërguarit Allahut alayhis salam se një njeri amendsonte se kishte lëshuar gazra gjatë faljes së namazit dhe nuk dinte ç'të bënte. I dërguari alayhis salam tha: Ai nuk duhet ta braktis namazin nëse nuk dëgjon ndonjë zë ose nuk nuhat ndonjëherë. Transmeton Ebu Seid El Hudriu radiallahu anhu, i dërguari Allahut alayhis salam kishte thënë: Shejtani mund t'i afrohet ndokujt prej jush gjatë faljes së namazit dhe t'i krijojë ndjesi nga shpina. Nëse robi amendson që abdesi i tij që është fuqizuar, nuk duhet largohet nga namazi, përveç nëse dëgjon ndonjë zë ose nuhat ndonjëherë. I dërguari Allahut alayhis salam gjithashtu tha: Nëse shejtani vjen tek dikush nga ju ndërsa jeni duke falur namaz dhe ju thot: Jeni fliqur, thoni: Po gënjen,
përveç nëse ndjeni ndonjëherë me hundët tuaja, ose dëgjoni ndonjë zë me veshët tuaj. Ebu Muhammed ibn Kudame el Magdisi thoshte: rekomandohet spërkatja e pjesëve private dhe pantallonave me ujë pasi të keni urinuar në tualet, ashtu që të parandaloni çdo vezvese. Edhe kështu, nëse dikush do të gjente lagështi në rrobat e tij, do të thoshte: ky është uji që spërkata. Transmeton Hakam ibn Sufjan eth-Thakafi se kur urinonte i dërguari Allahut alayhis salam, merrte abdese dhe spërkaste me ujë pjesët e tij private, gjërat ndaj të cilave njerëzit janë të ashpër, ndërsa i dërguari Allahut alayhis salam ishte i butë. Shumë njerëz praktikojnë metodat pastrimit pas urinimit, të cilat janë shenja të vezveseve ekstreme. I mbajnë pjesët e tyre private, kollisin për të dëbuar çdo pikë urine të ngelur brenda, ecin disa hapa ose madje kërcejnë lart e poshtë dhe ulen menjëherë. Kontrollojnë nëse ka ngelur diçka ose edhe derdhin më shumë ujë dhe më pas e mbulojnë me një cop leckë. E gjithë kjo, pasi kanë dyshime se mbase disa pika urine mund të kenë ngelur brenda, e të cilat më vonë mund ta shfuqizojnë abdesin e tyre. Ibn Taymije tha se këto janë aspekte të vezveseve dhe inovacionit në fe. E kam pyetur atë mbi një hadith garib, i cili nuk konfirmohet, të transmetuar në autoritetin e Isa ibn Daudit nga babai i tij, i cili i kishte thënë: i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: kur dikush nga ju urinon, le ta fshijë organin 3 herë. Por Ibn Taymije u përgjigj se nuk ishte i vlefshëm. Ai tutje shtoi, sikur kjo do ishte praktike të dërguarit Allahut alayhis salam, sahabët do të ishin të parët që do ta adoptonin shembullin e tij. Një qifuti tha Selman el Farisiu, radiallahu anhu, një herë: pejgamberi juaj mëson gjithçka, madje edhe për kryerjen e nevojës. Selmani, radiallahu anhu, ja ktheu: po, madje na ka ndaluar nga kthimi ka kible sa herë i përgjigjemi nevojave fiziologjike. Në ka urdhëruar të pastrohemi pas tyre me dorën e majt me më pak se 3 gur ose kocka. Disa veprime që shpërfaqin novatorët në fe. Ekzistojnë disa vepra të cilat i dërguari Allahut alayhis salam i konsideronte të lehta për umetin e tij, ndërsa ka njerëz që përqendrohen shumë në to, siç janë: ecja këmbëzbathur rrugëve, pastaj falja e namazit pa i larë fare ato. Transmeton Ebu Daudi në sunenin e tij se një grua nga fisi Abd el Ashalit kishte thënë: e pyeta: o i dërguari i Allahut, unë eci nëpër një vend të ndyrë gjatë rrugës për në xhami, çfarë duhet bëj? Ai më tha: a nuk ka ndonjë vend të pastër pas atij të ndoturit? Po, ka, i thash. Atëherë i dërguari alayhis salam tha: ajo që vjen pas, do ta pastroj atë. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu tha: ne nuk e ripërtërinim abdesin pasi shkelnim në çfarë do qoftë. Tregon Ali ibn Ebi Talibi radiallahu anhu se kishte ecur nëpër ujë me bal. Pastaj kishte hyrë në xhami dhe ishte falur pa i larë këmbët fare. U pyeti Ibn Abbasi radiallahu anhu për dikë që shkel në diçka të papastër, e ai u përgjigj: nëse dikush shkel mbi diçka të thatë, kjo nuk ka as pak ndikim në abdesin e tij. Por nëse ai edh hapin në diçka të lagësht, atëherë duhet ta lajë vendin e prekur. Hafs ibn Afan el Hanefi el Yamani tha: eca së bashku me Abdullah ibn Omerin radiallahu anhu për në xhami, dhe kur arritëm, unë u nisa drejt zonës së abdesit për t'i larë këmbët, por ai më tha: nuk e nevojë t'i lash këmbët, sepse ke shkelur në një vend të ndyrë, pastaj ke shkelur në një vend të pastër, edhe përrjedhoi këmbët e tua janë bërë përsëri të pastra. Kështu u hym së bashku në xhami dhe e falëm namazin. Ebu Esh-Shata tha: Ibn Omeri radiallahu anhu este këmbëzbathur në Mina, në për zonat mbuluara me gjak të thatë. Pastaj hynte në xhami dhe e falte namazin pa i larë këmbët fare. Imran ibn Hudajri tha: vajta për namazin e xhumas së bashku me Ebu Muxhlizin, dhe në rrugë sipër kishte njolla të papastra, por ai shkelte mbi to dhe thoshte: këto janë vetëm disa njolla të zeza e të thata. Pastaj hyri në xhami ashtu edhe fali namazin pa i larë fare. Metoda mbi faljen e namazit me këpucë. Nëse çorapet ose këpucët preken nga ndonjë papastërti, duhet i fshini plotësisht për tokë, edhe pastaj ta falni namazin,
siç është transmetuar në sunetin autentik. Transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu se i dërguari i Allahut alayhi salam kishte thënë: nëse ndonjëri prej jush shkel mbi diçka të papastër, le ta di se pluri ose toka është një substancë, të cilën ai mund ta përdorë për ta pastruar të ndoturën. Ebu Seid el-Khudriu radiallahu anhu tha: ndërsa i dërguari i Allahut alayhi salam po na printe në namaz, hoqi sandalet edhe i vendosi në anën e majt. Kur të pranishmit e pan këtë, edhe ata i hoqën sandalet e tyre. Pasi mbaruam namazin, i dërguari i Allahut alayhi salam pyeti: çfarë ju shtyu t'i hiqni sandalet? U përgjigjëm: të pam ty ja Resulullah, ndaj edhe ne vepruam një lloj. Atëherë i dërguari i Allahut alayhi salam na tha: më erdhi Xhibrili dhe më njoftoi se kishte papastërti në sandalet e mia. Kur dikush nga ju vjen në xhami, le t'i kontrollojë sandalet ose këpucët. Nëse gjen papastërti në to, le t'i fshijë dhe të falet në to. E njëjta gjë vlen edhe për rrobat e gjata të grave. Pasi një grua e pyeti Ummi Selemen: unë jam një grua që vesh fustane të gjata dhe më duhet të eci nëpër një vend të ndyrë. Prandaj, çfarë duhet të bëj? Ummu Seleme ju përgjigj: i dërguari i Allahut alayhi salam ka thënë: ajo që vjen pas saj e pastron atë. I dërguari i Allahut alayhi salam i lejoi gratë që t'i lirojnë rrobat e tyre, edhe pse ato mund t'i prekin vendet e pista, dhe nuk i urdhëroi që t'i lanin me njëherë. Përkundrazi, u tha se pluhuri i tokës pastron çdo gjë të prekur nga tokat e ndyra. Falja e namazit me këpucë të mbathura. Njerëzit në ndikimin e përshpëritjeve të shejtanit nuk e shohin të përshtatshme ose edhe të rahatshme faljen e namazit me këpucë të mbathura. Në disa rrethana, edhe pse i dërguari i Allahut alayhi salam kishte vepruar kështu dhe i kishte urdhëruar shokët e tij që të veprojnë në mënyrë të ngjashme. Transmeton Enes ibn Maliku radiallahu anhu se i dërguari i Allahut alayhi salam e falte namazin me këpucë të mbathura. Transmeton Sheddad ibn Ausi se i dërguari i Allahut alayhi salam kishte thënë: vepronin ndryshe nga judejnë, sepse ata nuk e falin namazin me sandale ose këpucë të mbathura. U pyet Imam Ahmedi: a mundet njeriu të falet me këpucë mbathur? Ai u përgjigj: po, pasha Allahun. Ebu Seid el-Khudriu radiallahu anhu tha: nëse dikush nga ju vjen në xhami, le t'i kontrolloj këpucët. Nëse janë të ndyra, le t'i fshi, pastaj le ta fal namazin me to mbathur. Është sunet falja e namazit kudo që të jesh. I dërguari i Allahut alayhi salam e falte namazin kudo ndodhej, në çdo vend, përveç vendeve të ndaluara, si në varreza, tualete, banja dhe vendet pushimit të deveve. Ai thoshte: toka për mua dhe pasuesit e mi është bërë vend falje dhe nga ku mund të marr teimum. Prandaj pasuesit e mi mund të falen kudo dhe kurdo që të vi koha e namazeve. I dërguari alayhi salam falej në vethët e bative ndonjëherë. Ibn el-Mundhir tha: të gjithë dietarët janë dakorduar. Të gjithë dietarët kanë rënë dakord se lejohet falja e namazit në vathet e kafshëve, përveç Shafiu, i cili tha: unë nuk e pëlqej një gjë të tillë, përveç nëse është i lirë nga plerat e kafshëve. Transmeton Ebu Hurejre radiallahu anhu se i dërguari i Allahut alayhi salam kishte thënë: falni namazet në vethe dhensh, por jo në tharg devesh. I dërguari i Allahut alayhi salam thoshte: e gjithë toka është vend falje, përveç varrezave ose nevojtoreve. Pra, ku është udhëzimi i njerëzve të dyshimt që falin namaz vetëm në sexhade? Njerëzit e tillë meritojnë me të drejtë fjalën e Ibn Mesudit radiallahu anhu: ju ose jeni më të udhëzuar se shokët e Muhamedit alayhi salam, ose vërtet jeni të lajfitur. Shokët e dërguarit Allahut alayhi salam shkonin këmbëzbathur në xhami. Tregon Yahya ibn Vedheb. E pyet Ibn Abbasin radiallahu anhu: a mundet një njeri të marrë abdes, pastaj të ecë këmbëzbathur drejt xhamis? Ai u përgjigj: po, nuk ka asnjë dëm në të. Kemal ibn Ziyad tha: pash Ali ibn Ebi Talibin radiallahu anhu duke ecur këmbëzbathur në shi të vrudhshëm. Pastaj hyri në xhami dhe e fali namazin, pa i larë këmbët fare. Ibrahim en-Nahai tha: shokët e të dërguarit alayhi salam esnin në përshi këmbëzbathur, pastaj hynin në xhami dhe e falnin namazin. Ibn el-Mundhiri tha: Ibn Omeri radiallahu anhu eci këmbëzbathur në Mina, edhe më pas fali namazin pa e ri për të rirë abdesin. Ai shtoi:
Ata që e merituan një mendim të tillë ishin Al-Kamea, El-Ezvedi, Abdullah ibn El-Mughafali, Seid ibn El-Museibi, Esh-Shabiu, Imam Ahmedi, Ebu Hanifja, Imam Maliku dhe disa të tjerë nga shkolla e Shafiu. Ky është opinioni i shumicës së dietarëve, sepse po të konsiderohej si anullues i abdesit, do të ishte bare madhe për adhuruesit edhe kundër objektivave të Islamit, ashtu si rasti me ushimin e jo besimtarve dhe veshjet e tyre. Ebu el Barakat ibn Tejmije tha: e gjithë kjo e forcon pastërtinë e tokës kur thahet, sepse njerëzit ende ndeshin dyrësi në rrugët që marrin, siç është rruga për në treg ose në xhami e tjerë. E në rast se ajo nuk do t'ishte e pastër pasi të jetë tharë, atëherë njerëzit do duhet të shmangnin ecjen mbi të dhe nuk do të lejohej ecja këmbëzbathur. I dërguari Allahut alayhis salam urdhëronte fshirjen e mbathjeve për tokë. Në rast se sahabët shihnin ndonjë papastërti në to përpara se të hynin në xhami. Pra sikur toka të konsiderohej e papastër, i dërguari alayhis salam nuk do t'i urdhëronte ata ta bënin këtë, sepse njerëzit e tjerë vinin këmbëzbathur. Ky është mendimi i Ibn Tejmijes, ndërsa Ebu Kilabe tha: tharja e tokës është pastërtia e saj. Ç'thot Suneti kur medhi prek rrobat. Sehl ibn Huneife radiallahu anhu mërzitej fort për rrjedhjen e shpesh të medhijit. Prandaj e pyeti të dërguarin Allahut alayhis salam, e ky i fundit ju përgjigj: të mjafton abdesi për këtë. Çfarë duhet të bëj nëse mi ndotë rrobat? Pyeti Hallxhiu. I dërguari alayhis salam ja ktheu: mbush një grusht të vogël me ujë dhe spërkati rrobat, nëse sheh ndonjë njoll. Kështu, ai i autorizoi pasuesit e tij që të spërkasin ujë mbi njollën, ashtu siç ne i pastrojmë rrobat nëse lagen me urinën e një fëmie. Ibn Tejmije tha: ky është mendimi i saktë, sepse një papastërti e tillë medhi vështirë se parandalohet për shkak të shfaqjes së saj të shpeshtë tek beqarët. Përdorimi i gurve për pastrim dhe vendimi mbi qelbin. Të gjithë dietarët dakordohen për sunetin e të dërguarit Allahut alayhis salam mbi përdorimin e gurve për pastrim, pas kryerjes së nevojës, si ndimër ashtu edhe në verë. Të përjashtuar nga çdo lloj pastrimi janë prekja e bajgave të caktuara të kafshëve, siç është ajo e kuajve, gomerve dhe luanve, e cila detajohet në një transmetim të Imam Ahmedit. Kjo është aprovuar nga Ibn Tejmije për shkak të vështirësisë së shmangjes së tyre. Tregon El-Velid ibn Muslimi, e pyeta El-Afzain: po për urinën e kafshëve, mishi të cilave është i ndaluar, çfarë thua? Ai u përgjigj: sahabët prekeshin nga ajo gjatë rrugtimeve që bënin. Megjithatë, ata asnjëherë nuk i lanë trupat ose rrobat e tyre. Imam Ahmedi dhe Ibn Tejmije deklarojnë se nuk është i nevojshëm pastrimi i shenjave të qelbit në trup ose rroba, sepse nuk ekziston asnjë dëshmi për ta shpallur atë të papastër. Disa dietarë, si Ebu Berakat, pohojnë se qelbi është i pastër, ndërsa Ibn Omeri radiallahu anhu nuk ndaloi nga falja e namazit kur pa qelb në trupin e tij, siç ndodhi me gjakun. Ishte pyetur Ebu Mixhlezi se kur qelbi mund të afektonte trupin ose rrobat, për të cilën ai u përgjigj: qelbi nuk është i papastër, nuk e prish abdesin, pasi Allahu e përmendi gjakun si të papastër, por nuk përmendi qelbin. U pyet Imam Ahmedi: a janë gjaku dhe qelbi të njëjtë sipas gjykimit tënd? Ai u përgjigj: jo, njerëzit kur nuk dalluan në lidhje me gjakun, por dalluan në lidhje me qelbin. Dhe shtoi: unë konsideroj se qelbi nuk është aq i papastër sa gjaku. Ebu Hanifja tha: nëse bajgat e një miu bie në burr dhe bluhen me të, ose përzihen me dhjamin që rrjedh, lejohet ngrënia nga ai ushqim, për sa kohë që ajo nuk e ndryshon gjendjen e tij. Por nëse bie në ujë, atëherë uji bëhet i papastër. Një mik i Shafiut deklaroi se lejohet madje edhe ngrënia e grurit të prekur nga urina e gomarve, kur përthithet në të, pa e larë fare atë. Dhe shtoi se paraardhësit e devotshëm, shokët e dërguarit Allahut alayhis salam, nuk i kushtonin shumë vëmendje kësaj. Aisha radiallahu anha tha: hani mish ndërsa rrjedha e gjakut që pikonte nga mishi ende mbetej në tenxhere.
Allahu i lartësuar e ka lejuar ngrënien e kafshëve të gjaut dhe atyre të kapura nga qend e gjuetis, por nuk ka urdhëruar larjen e shenjës së gojës së qenit. As i dërguari Allahut a.s. e as sahabët nuk e kanë bërë këtë. Shumë dietar nga radhët e sahabëve dhe tabinëve, si Abdullah ibn Omeri, Ata ibn Ebi Rabahu, Seid ibn el Museib, Tavusi, Selimi, Mujahidi, Shabi, Ibrahimi, En-Nahai, Ez-Zuheri, Yahya ibn Seid el-Ensari, deklaruan se nëse dikush vëren një shenjë të ndyrë, ose një njoll në trupin ose rrobat e veta pasi ta ketë përfunduar namazin, për të cilën nuk kishte dieni më parë, ose e dinte por kishte harruar, ose nuk ishte në gjendje ta largonte atë, le ta di se namazi i tij është ende valide dhe nuk ka pse ta kompensojë atë. Mbajtja e fëmijëve gjatë faljes së namazit. I dërguari Allahut a.s. priu në një namaz ndërsa mbante në krah besën e tij, Umamen, bijën e Zejnebes, kur përkulej në ruku, e lëshonte mbesën ngadalë dhe e kapte përsëri ndërsa ngrihej. I dërguari a.s. vazhdoi kështu derisa e mbaroi namazin. Transmeton Ebu Hurejre, po e falnim namazin e jacis me të dërguarin Allahut a.s. edhe kur ra në sejdë. Hasani dhe Huseini ju hodhën mbi shpinë. Pasi e ngriti kokën nga sejdja, i kapi nipërit butësisht nga shpina dhe i vendosi para tij. Njëjtë veproi derisa e përfunduam namazin. Transmeton Shidad ibn el-Hadi nga babai i tij. Erdhi i dërguari Allahut a.s. tek ne, ndërsa në krah mbante Hasanin ose Huseinin. I lëshoi në tokë dhe mori tekbirin për të na prirë në namaz. Gjatë namazit bëri një sejdë të gjatë. Pastaj, pasi përfunduam faljen, tha: "Im nip më hipi mbi shpinë, prandaj nuk doja të nxitoja me uljen e tij." Tregon Aisha radiallahu anhu: "Unë dhe i dërguari Allahut a.s. shtriheshim në një mbulesë të vetme natën, edhe kur i përjetoja të përmuajshmet. Nëse ndonjë gjë nga unë fërkonte a njolloste atë, ai e lante vendin e njollosur, por nuk lante përtej saj. Nëse ndonjë gjë njolloste rrobat e tij, ai lante të njëjtin vend, por nuk laje përtej kësaj, madje falej me të njëjtat rroba." Rrobat e politeistëve. I dërguari Allahut a.s. veshte rrobat të prodhuara nga politeistët edhe gjatë faljes së namazit. Omer ibn el-Hatabi radiallahu anhu shqetësoi për veshjen e rrobave të cilat përlyeshin me urinë. Prandaj Ubej ibn Maliku i tha: "Përse ja ke ndalur vetes veshjen e tyre?" I dërguari Allahut a.s. i vishte ato, dhe njëjtë bënin edhe bashkosit e tij. Po do ishin të ndaluar ato, Allahu do t'i shpalte të dërguarit të tij a.s. për këtë. "Ke të drejtë", ja ktheu Omeri radiallahu anhu. Një herë, një foshnje u soll para të dërguarit Allahut a.s. që ky i fundit të lutej për bekimet e Allahut mbi të, por megjithatë, ajo urinoi mbi rrobat e tij. I dërguari a.s. thjesht kërkoi ujë dhe e derdhi mbi vendin e urinës, por nuk i lau rrobat. Kur Omer ibn el-Hatabi vajti në El-Gjebije, u azoi një copë rrobe nga një krishter dhe e veshi atë. Ai gjithashtu mori abdes nga një enë, e cila i përkiste një të krishteri. Selman el-Farisiu dhe Ebu Derdaja radiallahu anhu falën një namaz në shtëpinë e një gruaje të krishter, dhe Ebu Derdaja radiallahu anhu e pyeti: "Ka ndonjë vend të pastër në shtëpinë tënde ku do të mund të falim namazin?" Ajo ja ktheu: "Pastroje zemrën dhe falu ku të duash në shtëpinë time." Atëherë Selmani radiallahu anhu i tha shokut të tij: "Prano fjalët e saj." Përdorimi i ujit të mbetur në enë të hapura. Sahabët edhe tabinët merrnin abdes nga enë të hapura, dhe kur nuk pyesnin nëse ishin të papastër ose jo, nëse ishin të prekur nga ndonjë qen ose mace. Yahya ibn Saidi radiallahu anhu përcjell: "Mori rrugën Omer ibn Hatabi radiallahu anhu me një grup njerëzish, në mesin e të cilëve ishte dhe Amr ibn el-Asi. Kur arritën tek një pellg, Amri radiallahu anhu e pyeti pronarin e pellgut: 'A pin luanët ose kafshët e egra nga pellgu këtu?'
Omeri radiallahu anhu e ndërpreu dhe i tha të pyeturit: "Nuk ka nevojë të na tregosh, sepse luanët pinë nga uji ynë dhe ne pim prej ujit të tyre." U pyet i dërguari Allahut alayhis salam: "A mund të marrim abdes nga uji i lënë prej gomerëve?" Ai u përgjigj: "Po, edhe mund të merrni abdes edhe nga uji i lënë prej luanëve ose kafshëve të egra. Nëse diçka hudhet në ujë dhe dikush është i pasigurt, nëse është ujë ose urinë, ai nuk duhet pyes për këtë. E nëse pyet, nuk duhet përgjigjur, edhe nëse e dini se lëngu i rënë në ujë është i papastër." Ndërsa Omer ibn el-Hatabi radiallahu anhu po este me një mikun e tij, diçka ra mbi ujë. Miku i tij pyeti disa njerëz, por jo edhe Omerin radiallahu anhu: "A është ky ujë i pastër?" Kur e dëgjoi Omeri radiallahu anhu, e ndërpreu dhe tha: "O ju njerëz, mos na tregoni nëse është i pastër ose jo." Dhe u largua. Ibn Taymije tha: "Nëse ndonjë gjë e butë prek këmbët ose rrobat e gjata të dikujt, dhe ai nuk e di natyrën e saj, nuk duhet të përpiqet të zbulojë se ç'ishte ajo." Shembulli i Omerit radiallahu anhu është më i miri i kësaj natyre. Ky është kuptimi i saktë i fikut, pasi vendimet zbatohen pasi robi t'i di arsyet edhe shkaqet e tij, përndryshe zbatohet amnistia. Ajo që është falur nga Allahu nuk duhet pyetur për të. Falja e namazit me pak gjak, por jo rrjedhës. Përcjell Buhariu se Hasan el Basriu kishte thënë: "Muslimanët madje mund të falin namaz edhe nëse kanë plagë." Ai gjithashtu tha: "Ibn Omeri radiallahu anhu shtrydhi plagën e tij dhe i doli gjaku. Megjithatë nuk e ripërtëriu abdesin fare. Ibn Ebi Aufa përshtyu gjak edhe megjithatë e fali namazin pa e ripërtërir abdesin. Omer ibn el-Hatabi radiallahu anhu fali namaz ndërsa gjaku i pikonte nga plaga. Rrobat e mëndeshave, që nga koha e të dërguarit Allahut alayhis salam e deri më sot, mëndeshat falin namaz me rrobat e tyre normale, edhe pse të vjellat e foshnjeve pikojnë mbi rrobat edhe trupat e tyre. Ato nuk detyrohen t'i lajnë ato, sepse përshtyma e foshnjës është e pastër për të mirën e gojës së tij, ashtu siç përshtyma e maces është e pastër për gojën e saj. I dërguari Allahut alayhis salam thoshte: "Macja nuk është e papastër, është nga ata që ende në rreth jush." Ai njëherë i dha një maces ujë derisa kjo e fundit u ngop. Transmeton Kabsheja, e bia e Kab ibn Malikut edhe bashortja e Ibn Ebu Katades. Më vizitoi Ebu Katadeja dhe ja përgatita enën me ujë për abdes. Papritmas u afrua një mace dhe piu nga uji. Ai e lëvizi enën për të, derisa macja u ngop. Më pa që po e vështroja, ndaj edhe më pyeti: "Je e befasuar gjë mbesa ime?" "Po," i thash. Atëherë më tregoi se i dërguari Allahut alayhis salam kishte thënë: "Nuk është e papastër ajo, macja. Është nga ata që enden rreth jush." Pra i dërguari Allahut alayhis salam merrte abdes nga uji në të cilin pinte macja, përkundër faktit se macet han minj dhe krijesa të tjera. Sahabët edhe pasuesit e tyre e falin namazin ndërsa i mbanin shpatat e njollosura me gjak në këllëf, vetëm i fshinin ato. Imam Ahmedi e konsideroi thikën e kasapit si të pastër, thjesht nga fshirja. Ibn Omeri radiallahu anhu tha: "Qend hynin dhe urinonin në xhami, ndërsa sahabët asnjëherë nuk dernin ujë mbi të. Kjo pasi toka bëhet e pastër nga era dhe dielli." Suneti i dërguarit Allahut alayhis salam dhe shokëve të tij deklaron se uji bëhet i papastër vetëm kur ndryshon në ngjyrë ose shije, edhe nëse është në sasi të vogël. Ky është opinioni i dietarëve të Medinës edhe shumicës së paraardhësve të devotshëm. Ishte opinioni i ata Ibn Abu Rabahut, Said ibn el-Musaibit, Gjabir ibn Zeidit, el-Avzait, Sufjan e-Theriut, Malik ibn Enesit, Abdurrahman ibn Mahdit dhe Ibn el-Mundhirit. Ishte gjithashtu opinioni Ahmedit dhe një grupi të dietarëve si Ibn Ukeilit, Ebu el-Abbasit dhe Ibn Ebu Omerit.
Transmeton Ibn Abasi radiallahu anhu se i dërguari Allahut alayhis salam kishte thënë: uji i rrjedhshëm nuk ndotet nga asgjë. Transmeton Ebu Seid el-Khudriu radiallahu anhu se disa njerëz e pyetën të dërguarin e Allahut alayhis salam: a mund të marrim abdes nga uji i pusit të budahut, në të cilin ishin hedhur rroba menstruale, qenë të ngordhur dhe gjëra të qelbura? I dërguari alayhis salam u përgjigj: uji është i pastër edhe nuk ndotet nga asgjë. Në një hadith të transmetuar nga Ebu Umame radiallahu anhu, i dërguari Allahut alayhis salam kishte thënë: uji është i pastër edhe nuk ndotet nga asgjë, përveç nëse ajo ja ndryshon erën, shijen ose ngjyrën e tij. Transmeton Ebu Seid el-Hudriu radiallahu anhu se i dërguari Allahut alayhis salam ishte pyetur për pastërtinë e pellgjeve që ndodheshin midis Mekës dhe Medinës, e të cilat shpesh përdoreshin nga luanët, qentë dhe gomerët. Ai ishte përgjigjur: ata janë të pastër. Transmeton Buhariu se Zuari kishte thënë: nuk ka gjë të keqe me ujin, përsa kohë që shija, aroma ose ngjyra e tij nuk ndryshohen. Pranimi i ushqimit nga idhtarët e librit. I dërguari Allahut alayhis salam i përgjigjej çdo ftese të idhtarëve të librit dhe hante nga ushqimet e tyre. Një ditë një hebre e ftoi të dërguarin alayhis salam dhe i ofroi bukë elbi dhe yndyrë. Muslimanët hanin nga ushqimet e idhtarëve të librit. Omer ibn el-Hatabi radiallahu anhu u kërkoi idhtarëve të librit që t'i ftojnë vizitorët musliman kalimtar, kur u tha: ushqeni ata nga vaktet tuaja, siç e ka bërë të lejueshme në Kur'an Allahu i lartësuar. Kur Omeri radiallahu anhu vajti në Siri, idhtarët e librit përgatitën një vakt për të dhe e ftuan. Ku jam i ftuar? Pyeti ai. Në kish, i thanë. Omeri radiallahu anhu nuk pëlqeu të hynte në kish, por i tha Aliut radiallahu anhu: merr njerëzit edhe futuni brenda. Aliu radiallahu anhu hyri në kish së bashku me muslimanët dhe të gjithë morën nga ushqimi i ofruar. Ndërkohë Aliu radiallahu anhu nisi t'i shikonte fotografitë në murin e kishës dhe tha: sikur të hynte dhe të hante prisi i besimtarve këtu. Ngjashmëria ndërmjet politeizmit dhe ndalimit të asaj që është e lishme. Transmeton Imam Ahmed se i dërguari Allahut alayhis salam kishte thënë: jam dërguar me hanifien, të vërtetën, samme, tolerante, do me thënë me islam. Kështu i dërguari alayhis salam kombinoi faktin se Islami është i vërtetë edhe tolerant. Është i vërtetë në konceptin e tij mbi njëshmërinë e Allahut dhe tolerant në praktikimin e tij. Është kundër dy gjërave, politeizmit edhe ndalimit të së lishmes, të cilat u përmendën nga i dërguari Allahut alayhis salam në hadithin Kudsi, ku Allahu i Madhërisëm tha: i kam krijuar robërit e mi të pastër, por ishte shejtani ai që i lajthiti nga feja e tyre, Islami, dhe i ndaloi nga shijimi i asaj që e kam bërë të lishme për ta, dhe i urdhëroi që të më shoqërojnë mua, ortak në adhurim. Politeizmi dhe ndalimi i asaj që është e lishme janë të lidhura mes vete. Allahu i Madhërisëm i kritikoi politeistët për këtë në suret En'am dhe Araf. I dërguari Allahut alayhis salam nuk e pëlqen ua. I dërguari Allahut alayhis salam nuk e pëlqente mendje ngushtësinë në fe dhe na njoftoi për kotësinë e kësaj kur tha: kujdes nga gjërat e vogla, sepse ishin vogëlsirat ato që i shkatëruan popujt para jush, pasi i nxitën të derdhin gjake dhe ta bëjnë të lishme atë që ishte e palishme për ta. Ibn Ebu Shejbe radiallahu anhu tha: transmeton Ebu Usame se Masari kishte thënë: erdhi Man ibn Abdurrahmanit tek unë me një libër dhe u betua për Allahun se ajo ishte shkruar nga babai i tij. Në libër shkruante: Abdullahu ka thënë: pasha Allahun, përveç të cilit nuk ka zot tjetër, kur nuk kam takuar njëri më të ashpër ndaj njerëzve mendje ngushtë në fe se sa Muhamedi alayhis salam. I dërguari Allahut alayhis salam nuk i pëlqente njerëzit që i tejkalonin kufijtë e sunnetit dhe ata që e praktikonin sunetin e tij me kujdes të skajshëm. Sahabët nuk e rënduan veten me veprime të tepërta të adhurimit,
Ata thjesht ndoqën shembullin më të mirë, atë të pejgamberit Muhammed a.s. pasi Allahu ka thënë: "Thuaj o Muhammed, unë për jush nuk kërkoj kur farë shpërblimi për të, për Kuranin, e as jam nga ata që paraqiten të atill, çfarë nuk janë." Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu tha: "Kush dëshiron që ta ndjek sunetin, duhet ta ndjek sunetin e atyre që vdiqën, sepse të gjallët gjithnjë do t'i nënshtrohen fitneve, sprovave." Ata që vdiqën ishin sahabët e Muhamedit a.s. Ata ishin më të mirët e këtij ummeti, ishin më të drejtët, kishin më shumë njohuri dhe adhuronin Allahun sipas sunnetit të dërguarit të tij a.s. Ata ishin të zgjedhur të Allahut për ta shoqëruar të dërguarin e tij a.s. dhe për ta jetësuar fenë e tij. Pra mësoni nga shembujt e tyre dhe ndiqni gjurmët e tyre, sepse ata ishin në rrugën e drejtë. Enes ibn Maliku radiallahu anhu tha: "Isha me Omerin radiallahu anhu, kur ai na tha: ne na ndalohej çdo sjellje e tepruar dhe e pazakont." Transmeton Malik ibn Enesi se Omer ibn Abdulazizi kishte thënë: "I dërguari Allahut a.s. dhe udhëheqësit e tij pas tij miratuan ligje, sunnete, dhe zbatimi i këtyre sunneteve është të besuarit në librin e Allahut, në Kur'an, edhe të përkushtuarit plotësisht ndaj fesë së tij. Askush nuk duhet të përpiqet ta ndryshojë atë, as të kërkojë ndonjë alternativë, madje as të studiojë ndonjë ligj që e kundërshton atë. Kush e ndjek atë, udhëzohet me të drejtë, edhe kush kërkon ndihmë prej tij është përkrahur mirë. Por kush e kundërshton atë dhe ndjek tjetër përveç rrugës së besimtarëve, Allahu do ta çojë në zjarr, destinacionin më të keq." Transmeton Maliku se Omeri radiallahu anhu kishte thënë: "Suneti ishte parapar për ju dhe detyrimet ishin caktuar mbi ju. Jeni në një rrugë të qartë, përveç nëse përpiqeni t'i devijoni njerëzit në të djathtë ose në të majtë. Kjo dituri bartet nga çdo pasardhës i një grupi të drejtë, i cili denoncon korrupsionin e ekstremistëve, devijimin e gënjeshtarëve dhe interpretimin e ignorantëve. I dërguari Allahut a.s. njoftoi se korrupsioni brenda Islamit vjen nga grupe të tilla, të përmendura më lart. Sikur Allahu të mos i caktonte njerëzit që ta mbronin fenë e tij, ajo do t'i nënshtrojë të njëjtit fat si fetë e të dërguarve të mëparshëm." Vezveset në shqiptim të shkronjave. Ebu el Ferej ibn el Gjevziu ka thënë: "Iblisi, shejtani, i utoi disa adhurues në shqiptimin e shkronjave. Prandaj do t'i gjeni ata duke e shqiptuar ndonjëherë të njëjtën fjalë 2 herë, duke thënë elhamdu, elhamdu, duke tejkaluar kushtet e namazit. Edhe gjithashtu do t'i gjeni në shqiptimin e intensifikuar të shkronjës D në fjalën el magdub. Ai tutje shtoi, kam parë njerëz që përpiqeshin ta shqiptonin shkronjën D me aq intensitet sa përfundonin duke përshtyr. Iblisi i pushton njerëzit e tillë duke i shtyrë të përqendrohen në korrekcinë e shqiptimit në vend të meditimit mbi kuptimin. Të gjitha këto janë nga ndikimet e vezveseve prej iblisit." Tha Muhammed ibn Kutejbe mbi problemin e këndimit kuranor. Njerëzit e këndonin Kuranin në gjuhën e tyre, pra gjuhën arabe, por pastaj erdhën njerëz të tjerë nga vendet jo arabe, të cilët nuk e zotronin gjuhën e Kuranit. Kështu ata nxituan sa kalonin shumë shkronja dhe përrjedhoi i shtrembruan rregullat e këndimit. Midis tyre ishte një njeri që shquhej për devotshmërinë e tij. Megjithatë nuk kam dëgjuar kurrë një këndim më të paqëndrueshëm se të tij. Ai i përshtjellte shkronjat duke shqiptuar të parën mirë dhe tjetrën keq. Ai madje prezantoi mënyra të tjera të shqiptimit të disa shkronjave, të cilat ndryshonin nga këndimi i folësve arab të gadishullit arabik. Ai imponoi këndimin e tij të vështirë dhe tutuar tek studentët e tij, ndërsa Allahu dhe i dërguari i tij alayhis salam lehtësuan gjithçka për umetin. Më e çuditshmja është se ai madje u imponoi këndimin e tij të tjerëve, kur u printe në namaz duke i detyruar të falen pas tij. Kur Ibn Ujejne e pa dikë që falej me këndimin e njëjtë të mësuar nga ai, ose ishte vetë prapa një imami që këndonte Kuranin me atë këndim të hutuar,
Ai, Ibn Ujejne, konsideroi se namazi duhet të përsëritej, dhe shumë dietar u pajtuan me opinionin e tij, si Bishr Ibn El Harithi dhe Imam Ahmed Ibn Hanbeli. Ky nuk ishte këndimi të dërguarit Allahut a.s. sahabëve dhe tabinëve, as ishte këndimi i dietarëve. Përkundrazi ishte këndimi i tyre. Këndimi i tyre ishte i lehtë dhe i butë. Hallali tha në El Xhami: Ebu Abdullahu ka thënë, nuk më pëlqen këndimi i atij njeriu, domethënë i të njëjtit njeri të përmendur nga Ibn Kutejbe. Është transmetuar se Ibn El Mubareku e ndaloi Er-Rebi Ibn Enesin nga këndimi i Kuranit në atë mënyrë. Fadl Ibn Zejadi ka thënë: I tha njëri Ebu Abdillahut: Çfarë duhet të shmanget nga këndimi i tij? Ai u përgjigj: Kurrja, ose asimilimi i shkronjave dhe copëzimi i fjalëve, që nuk njihen në asnjërin prej dialekteve arabe. Hasan Ibn Muhammad Ibn El Harithi e pyeti: A urren që robi të mësojë një këndim të tillë? Ai u përgjigj: Nuk më pëlqen as pak, është një këndim i inovuar. Ai e urrente këtë aq shumë sa e bëri të tërbuar. U pyet Ibn Sunejdi mbi të kënduarit e tillë dhe ai u përgjigj: E urrej aq shumë. Ju tha: Çfarë nuk të pëlqen? Ai u përgjigj: Është një këndim i inovuar, të cilin askush nuk e ka praktikuar më parë. Abdurrahman Ibn Mahdiu ka thënë: Po të falesha pas një imami me një të kënduar të tillë, sigurisht se do ta përsërisja namazin edhe një herë. Edhe Ahmed Ibn Hanbeli tha se do ta përsëriste namazin e falur pas një imami me një këndim të tillë. Megjithatë, në një transmetim tjetër është shprehur se nuk do ta bënte këtë. Çështja e rëndësishme këtu është se dietarët nuk i pëlqyen këndimet e tilla me shqiptim të intensifikuar dhe të përtërir të shkronjave të Kuranit. Kush reflekton në udhëzimin e të dërguarit Allahut a.s. do ta shohë qartë se të gjitha aspektet e vezveseve në shqiptimin e shkronjave të Kuranit nuk janë nga suneti i tij. Përgjigje ndaj justifikimeve të njerëzve në ndikimin e vezveseve. Fjala e tyre: Ajo që ne bëjmë është vetë se një mas paraprake e jo vezveseve. U themi: Quajeni si të doni. Thjesht po ju pyesim: A është kjo në përputhje me sunetin e dërguarit Allahut a.s. dhe shokëve të tij, apo është e kundërta? Nëse pretendoni se është në përputhje me sunetin, atëherë është gënjeshtër dhe duhet të hiqni dorë nga një pretendimi i tillë dhe të pohoni se është në kundërshtim me sunetin. Prandaj, nuk duhet ta quani mas paraprake. Kjo ngjason me atë që bën një veprim të palishëm dhe e quan atë me një emër tjetër. Ashtu si pijet alkolike jepen me emra të ndryshëm. Masa paraprake e cila i sjell dobi robit dhe i siguron shpërblimin e Allahut është masa e sigurisë për të vepruar në përputhje me sunetin e dërguarit Allahut a.s. dhe për të abstenuar nga çdo gjë që e kundërshton atë. Po kështu, disa njerëz në kohë mosmarrveshjesh me nxitim shpallin shkurorzimin. Kjo është kundërshtuar nga dietarët bazuar në opinionet juridike, siç janë shkurorzimi i detyruar, shkurorzimi i shpallur nga i dehuri, shkurorzimi nga niyeti, shkurorzimi vetëm me qëllim, shkurorzimi i shtyrë, shkurorzimi me një datë të paracaktuar, të planifikuar, shkurorzimi përmes betimit, bërja e një betimi për shkurorzim dhe shumë lloje të tjera të shkurorzimeve, të cilat diskutohen kryesisht nga dietarët. Nëse gjykatësi pranon shkurorzimin thjesht jashtë konventës pas një provë dhe thotë kjo është një mas paraprake kundër çdo marrëdhënie seksuale të palishme, atëherë ai me të vërtetë ka injoruar kuptimin e vërtetë të masës paraprake në këtë çështje, sepse ai e ndaloi këtë për dikë dhe e legalizoi për dikë tjetër. Prandaj dikush mund të pyes: ku është masa paraprake në një gjykim të tillë? E në rast se ai nuk e rregullon shkurorzimin, derisa të mos vendos shumica e dietarëve të umetit për të me një provë nga libri i Allahut dhe sunetit dërguarit të tij alayhis salam, atëherë mund të themi se ai ka vepruar me masa paraprake. Ky ishte mendimi i Imam Ahmedit në lidhje me shkurorzimin e shpallur nga një i dehur.
Ibn Taymije tha: masa paraprake është e mirë për aq kohë sa nuk e shtyn gjykatësin ta kundërshtoj sunetin. E nëse kjo ndodh, atëherë mas paraprake në këtë rast është braktisja e asaj mase paraprake. Kjo është përgjigje e argumentimit edhe e shfaqësimeve të tyre me hadithin e të dërguarit Allahut alayhis salam, i cili kishte thënë: kush shpëton veten nga gjërat e dyshimta, shpëton fen dhe nderin e tij, dhe braktis atë që të bën të dyshosh, për atë që nuk të bën të dyshosh, dhe gjunahu është ai që endet në zemrën e dikujt. Këto hadithe janë prove shkëlqyeshme për pavlefshmërinë e vezveseve. Është në gjërat e dyshimta që e vërteta krahasohet me gënjeshtrën dhe e lishmja me të palishmen në një mënyrë që nuk i nënshtrohet asnjë prove për të dy palët. Prandaj dërguari Allahut alayhis salam na ka udhëzuar që ta shmangim atë që është e dyshim dhe ta zgjedhim vetëm të qartën. Qëllimi i vezveseve të shejtanit është hutimi i muslimanit nëse veprimi i tij është në përputhje me sunetin ose bidatin, risin në fe. Rruga e qartë është rruga e të dërguarit Allahut alayhis salam dhe udhëzimeve që ai vendosi për ummetin e tij, me fjalë dhe vepra. Kush e pranon në rrugën e dyshimt në jetën e tij, me të vërtetë ka shpërfillur sunetin dhe e ka adaptuar bidatin. Ka abstenuar nga kënaqësia e Allahut dhe e ka pranuar atë që nuk i pëlqen atij. Është distancuar nga Allahu i lartësuar, sepse rruga e vetme për t'ju afruar atij është duke vepruar në përputhje me urdhrat e tij, e jo sipas dëshirave. Sa i përket hurmës, të cilën i dërguari Allahut alayhis salam nuk pranoi ta haj, kur tha: druaj se mund të jetë nga sadakaja, pasi i dërguari Allahut alayhis salam dhe familja e tij e kishin të ndaluar ngrënien e sadakas. Ajo ishte një mas paraprake kundër gjërave të dyshimta, ku e lishmja mund të ishte ngatëruar me të palishmen. I dërguari alayhis salam e gjeti hurmën në shtëpinë e tij, me që njerëzit i ofronin hurma dhe ai u adhuronte të varfërve. Por nga ana tjetër, edhe familjarët e tij sillnin hurmat e tyre në shtëpi, prandaj ai nuk e dinte se cilës kategori të hurmave i përkiste ajo hurme caktuar, kështu që ai abstenoi nga ngrënia e saj. Ky hadith është shkak për kujdes edhe mas paraprake ndaj gjërave të dyshimta, por nuk ka lidhje fare me njerëzit e vezveseve as pak. Argumentimi i tyre është thjesht i pavlefshëm. Sa i përket argumentimit të Imam Malikut lidhur me atë që i kishte shpallur shkurorzimin bashortes së tij dhe nuk i kujtohej nëse ishte shqiptimi i parë ose i treti shkurorzimit, se ai duhet konsiderohej i treti si mas paraprake, themi: po, ky është opinioni i Malikut, por a duhet të bëhet kjo provë që të konsiderohet kundër opinionit të Shafiut, Ebu Hanifes, Imam Ahmedit, apo kundër të gjithë atyre që nuk pajtohen me të në këtë çështje? A duhet që secili të heqë dorë nga opinioni i tij dhe t'i nënshtrohet opinionit të tjetrit? Ky mendim nuk ka lidhje me vezvesen, megjithatë, argumenti i tij është: shkurorzimi kërkon ndalimin e bashortes. Bashortja nuk bëhet e lishme për burrin, ndërsa ria, martesa me gruan e shkurorzuar, për sa kohë që shkurorzimi nuk ishte i treti, e shfuqizon ndalimin, siç tha Imam Maliku. Arsyeja e ndalimit është vendosur, pra që është shkurorzimi, por ai kishte dyshim në lidhje me rimartesën, sepse nëse nuk do t'ishte shqiptimi i fundit, do me thënë jo shkurorzimi i tretë, atëherë ajo mund të anullojë nga mundësia e rimartesës. Por nëse ishte shqiptimi i tretë dhe i fundit, atëherë nuk do të ekzistonte mundësia e rimartesës me gruan e shkurorzuar dhe ndalimi përcaktohet në këtë rast. Shumica e dietarëve kanë thënë: martesa është e sigurt, kështu që anullimi i saj është i dyshim, sepse ria, kthimi te gruaja, është i mundur, një fakt i cili nuk e mohon rimartesën. Prandaj rimartesa qëndron derisa të ketë konfirmim të mohimit të saj. Betimi në diçka për shkurorzim. Kush bën një betim për shkurorzim mbi diçka se ka dy fara në arë e tjerë, për të cilat i jetuari nuk është i sigurt dhe rezultati është i ndryshëm nga ai që mendon,
Betimi i të tillit nuk thyet sipas shumë dietarëve. Po kështu, nëse çështja nuk është e qartë dhe mbetet e panjohur, martesa qëndron me siguri dhe nuk duhet të mohohet nga dyshimi i dikujt. Imam Maliku mbante një opinion, i cili ishte kundërshtuar nga dietarët e tjerë. Ai pretendonte se shkurorzimi mund të bëhet edhe nëse betimi ishte i dyshim, edhe mbi mënyrën se si ai bëhet kur ekziston dyshimi në natyrën e shkurorzimit, qoftë ai i parë, i dytë ose i fundit, siç u diskutua më herët, edhe gjithashtu edhe në dyshimin mbi një grua të shkurorzuar. Nëse burri i saj duhet të njoftojë se ai kishte shkurorzuar njërin nga bashortet e tij. Megjithatë, harroi nëse ishte shqiptimi i parë, i dytë ose i tretë. Në këtë rast, shkurorzimi duhet të ndodhë, saktësisht kur një burr bën betimin për një bashorte të caktuar, ndërsa ka dyshime në mendjen e tij. Betimi i tij konsiderohet i thyer për shkak të gjendjes së tij të dyshimit në kohën e betimit. Betimi thyet kur rezultati është i ndryshëm nga ai betim që ishte menduar fillimisht. Nëse bazohet në një lajm, betimi thyet kur lajmi dëshmohet se është i rrem. Maliku shtoi një kusht tjetër, i cili mund ta thyej betimin, dyshimin në kohën e bërjes së betimit, pavarësisht nëse rezulton në të vërtetë ose jo. Pra vendimi bëhet me hanaf, thyerje të betimit nga dikush, për shkak të ekzistencës së dyshimit në të. Pasi kur dikush betohet, atëherë ka dyshime nëse e kishte thyer betimin ose jo. Dietarët Maliki porositnin që ai të ndahej nga bashortja e tij. A është vendimi detyrim apo rekomandim? Ekzistojnë dy opinione, njëri i Ibn el-Kasimit dhe tjetri i Malikut. Maliku e konsideroi këtë si vazhdimsi të martesës. Ibn el-Kasim tha: nëse gjendja e martesës bëhet e dyshimt, burri duhet të ndahet nga gruaja. Sidoqoftë, shumica e dietarëve kanë thënë se ai nuk duhet të shkurorzohet prej saj. As rekomandohet për të kjo, pasi rregulli në sheriat thotë: dyshimi nuk është një bazë e fortë për të hequr elementin e njohur origjinal. Ajo që është e sigurt mund të largohet vetëm nga një element tjetër, që është ose më i fortë në siguri ose i barabartë me të. Vendimi mbi shkurorzimin e dyshim. Sa i përket atij i cili u nda nga njëra prej bashorteve të tij dhe harroi ose e shkurorzoi, por nuk përmendi emrin e saj, dietarët kanë dalluar në opinione mbi vendimin e kësaj çështje. Ebu Hanifja, Shafiu, Eth-Theuriu dhe Hamadi kanë thënë: ai zgjedh këtë që don dhe e zbaton shkurorzimin e dyshimit mbi të. Sa i përket rrethanës ku ai e shkurorzoi njërën bashorte dhe harroi, nuk duhet të afrohet pranë asnjërës nga bashortet e tij, por duhet të shpenzojë për të gjitha derisa të sqarohet çështja. Nëse ai vdes para se ta kuptojë se cilën nga bashortet e tij e kishte shkurorzuar për të cilën kishte harruar, Ebu Hanifja tha që të gjitha gratë e tij duhet të ndajnë trashëgimin e asaj gruaje me të tjerat. Shkolla Maliki thotë: nëse burri shkurorzon një grua jo të emëruar, duke i thënë: ti e shkurorzuara, por pastaj nuk i kujtohet se cilën e kishte shkurorzuar, deklarata e tij vlen për të gjithë ato. Nëse ai e shkurorzon një bashorte të emëruar, po pastaj harron se cila ishte ajo, atëherë duhet të abstenojë nga të gjitha ato derisa t'i kujtohet. Nëse kjo zgjat shumë, atij duhet dhënë një afat për ta kujtuar, përndryshe duhet i shkurorzojë të gjitha. Nëse ai i njofton bashortet e tij, njëra nga ju është e shkurorzuar, por nuk e emëron atë me qëllim, të gjithë duhet të ndahen nga ai. Imam Ahmedi tha: ai zgjedh me short, mes tyre në të dy rastet. Kjo është thënë nga një grup i shokëve të tij dhe transmetimi i tij ishte nën autoritetin e Aliut dhe Ibn Abbasit. Opinioni i qartë i kësaj shkolle është se nuk ka dallim midis gruas së shkurorzuar jo të emëruar dhe asaj të harruar. Ibn Kudame tha: ai zgjedh bashorten jo të emëruar me short. Sa për të harruarën, ai duhet të abstenojë nga të gjitha bashortet derisa të njihet e shkurorzuara.
dhe të vazhdoj të shpenzoj për të gjitha ato. Nëse ai vdes, hedhja e shortit do të vendos midis tyre për rezultatin e trashëgimisë. Transmeton Ismail ibn Ahmed, nën autoritetin e Ahmedit, që hedhja e shortit nuk duhet të zbatohet mbi një grua të harruar, por mund të zbatohet për të vendosur rezultatin e trashëgimisë. Ismaili tha, e pyeta Ahmedin për një burr, i cili u nda nga njëra prej bashorteve të tij, por që nuk i kujtohej se cilën e kishte shkurorzuar. Ai u përgjigj, do të urreja të bëja një shkurorzim me hedhje shorti. I thash, po sikur ai të vdes, ai u përgjigj, unë them, vendos me short, sepse kjo zbatohet për të vendosur se kush merr pjesën e pasurisë.